hym tem. Po. Ku jemi sot? Ambasada amerikane Po. ka bë deklaratë. Çfarë deklaratë ka bë? Ka bë që në Shqipëri mund të ketë rrezik apo? Po. Nga e gjen informacion në ambasada amerikane kur epte, merr nga shërbimet më inteligjente të botës apo? A është e vërtetë kjo? Po, është e vërtetë. Ekziston ky rrezik. Ne kemi ka vetëm diçka vlla, kur e tham ne këtu. E kam thënë me Olsin unë. Na masakruan vlla, mos më hapni panik, ja bëni njerëzit. Sot që del ambasada amerikane, po pse thua ti që është fals flegu Ramës? Po tash idiot kur ta them unë pse më Jo, kur ta thash para i muj ti the s'ka. Po. Tashi që doli që mund të ketë, po jo s'duhet të jetë fals flag. Po ne me fals flag hapëm këtë lojë. Po. Atë rrim kë fals flagu. Un pata një debat sot tek Klan Kosova për këtë temë. Po, pash. Dhe i thash, prim aty jap 3 fakte. I forti e vlla si vetë atje asun. Un? Po. Un pranoj çdo ftesë nga kushdo që të vi, për faktin se mendoj që mënyra më e mirë për të hap dritë është kesh i vend i dritare. Jo, nuk më pëlqen mënyra se si e organizojnë atë gjë, se kemi qenë bashkë atje, po nëse. Unë jam i kënaqur, është i vetmi televizion Kosovë që fton më burrë, do ç'a boti. Okej, ti e ke çështje standardi tash, që fton. I sekundi sa, disa mirë sillen, disa me e diti me çfarë edukate marrin darkën në drek. Po se i sill super mega shikueshmëri aty më vetë. Atë se besoj, nuk kam shikueshmëri të madhe, jam besoj. Kam goditje ndonjëherë. Në Rilsa? Po kam goditje. Po në Rilsa kam vajtur unë 400.000 tek ata për kam goditje ndonjëherë, po nuk është thjesht shikueshmëria. Ka të bëjë dhe me një ekip të drekës që kanë një lloj preferencë. Është vetëm ekip që fton. Ke vajte Bemblushe. Nuk e di, aty në Kosovë. Po. Pse ata e kanë? Po. Se di sot po marr vesh. Tu ishte ndaluar. Tani, jo doja të dija diku. Kush janë të para që kanë nga vdekja Kalit? Ja dëgjoj, kam dalë ke ja, i sekond. Kam dalë Klan Kosova para Bemblush deri çfarë. Të parët që ndryshojnë sistemin. A Josef Fusheja nga Zhirondin Jakobin. O nga Woku kalojnë konservatorizëm. Po historia me Klan Kosovën është më e vjetër se sa Bemblushi. Tash ka nuk e diskutoj fare unë atë pjesë, po ideja është që tani është ai më duket. Ekipi drekës mund ka ftuar dhe është vetmi televizion që më kam shkuar në Kosovë me Alon Kalan në 1 shtator 2018, kemi premtuar sallë, kemi ftuar gjithë televizion me dokument bomb, ekskluzive, dosje e Sorosit për të coptuar Kosovën. Që atëherë si thosh kishte shpërthyer, po nuk di kush e bënte. Po sa kanë iden fare ata. Çfarë Soros? 7 televizione. 7 televizione merrën. Po pse dha kush? E filmuan gjithë, morën intervistë. Kur vajtën në Kosovë atëherë me Aulonin që kemi prezantuar këtu. Po. 7 televizione, beson fjalën 7 televizione, erdhën sallë, instaluan kamera, gjithçka dhe u dha urdhë, ndërhyn të dyja krahët. Edhe kurtistët, edhe ky Berat Buzhala që të mos i jepi. Pra unë e kuptoj atë që thu ti. Po s'ka lidhje fare rastin tim. Rasti im është që shqyrqyri që shklan Kosova, që Altin Goxhaj mund të ketë surrat figurë dhe zë në Kosovë. Kam daluar në Kosovë me fol. Dhe shqyrqyri që kisha këtë Sadriun që të përshëndetem atij nga live, që dhe më dha një super përshëndetje. Edhe më dha super rast për të njohur atje njerëzit, thoshë orë si kam ky avokat, se këtë ide. Unë jam censur më të madhe në Kosovë, normal se jetoj në Kosovë, po. Atje kam dhe preferenciale censurën. Është me Lizë, siç është në Tiranë, është më shumë atje. Pse avokat? Çka ke bodi? Çka ke bë këtyre? Ja këto biseda që bëjmë ne dy. Kthemi atëherë ke argumenti fastagë. Unë i thash 3, më leni të jap 3 fakte, i thash. Po. Dhe dy fakte, jo fantazi. Në vitin 2000 Andrea kafe Andrea. Si gjeli na e sjellin këta. Andrea, un kam kafe Andrea. Duam gjel për kurban, se do bëjmë ritin e kananitëve. Do kalojmë mëkatet tona tek të varfrit. Si ka. Kështu na duhet një gjel, na duhet i zi. Qoftë se nuk e gjeni vet, na dërgoni lekë se e bleni. Po ç'kjo cila i maun e plot nga Izraeli. Për mëkat. Kalojmë mëkatet. Ai të hap pularit. Edhe me ves, po do që të shpërdash gjitha ne. Me inkubator. Dërgoni donacione në kishën agregacioni dollarit shenjtë të qeja e rublës hynore, se ky ishte perl, ishte perl, të qeja rublës, të qeja. Tani
kthehemi ke 3 argumentat bazë. Janë 3 fakte historike të false flageve. Vitin 2018. Donald Trump nxjerr nga Shtëpia e Bardhë me shkelma John Bolton. Kush është akuza që i bëri Donald Trump? A 2019, nuk e mbaj mend mirë. Akuza që i bëri Donald Trump këtij qelbësire që erdhi në Shqipëri dhe kur e pyetën gazetarët e Sorosit, po për Soros edhe mos u merr me teori konspirative. Aty si u vërtetoi gjithçka kisha thënë kundërtisën, kisha që kur kam patë emër, tu i shpjegoj një orë mos e shihni Trumpin që është ke John Bolton. John Trumpi është mbi John Bolton, mos e besoni që nëpërmjet John Bolton do i bëj keq Kosovës, se këtu e kishin gjithë hallin. Po. John Bolton u akuzua nga Donald Trump që do bënte false flag në Shqipëri me Izraelin. John Bolton është akuzuar nga Donald Trump që do prodhonte një luftë falso me Izrael, me Iranin, bravo, lëmsh. Do bënte një false flag. Mendjet e mëdha dhe gabojnë avokat. Do bënte false flag me Iranin nëpërmjet Shqipërisë. Ma men që vinte këtu takonte këta të Manzës? Po. Ma men që këta lëpirsat e politikës tonë, Sali Berisha, këta lëpishin ke John Bolton, këta partizantë e mëdhenj të revolucionarëve të Iranit, kupton, këta kanë shpik terrorizmin, këta qatë Manz. Kanë shpik kamikazin. Këta ishin pjesa më e degeneruar e revolucionit, jo më kriminale, më e liga e revolucionit islamik. Dhe këta treguan se kujt i kanë shërby. I kemi këtu avokat, mos na i sill ka edhe ndonjë gjë neva. Vlla, unë ta kam thënë, po të dëshëm me të vra, nuk e bën se thaj laftu. Madje kur thuj laftu, bie më shumë sugje, a kupton logjikën. Ata të heqin qafën në momentin që kostoja është më e vogël se përfitimi. Ky është parimi i tyre. Po. Kostot e kanë të lartë. Të siguroj për këtë gjë. Di unë se ça analizoj kur bëj llogaritë mia. Ajo që po ta them është Po llogaritë mia ti. Jo, llogaritë mia janë më agresive në këtë rast. E kupton logjikën. Andrea. Më një grua, që ndihet femër. Dhe koncepti ishte që John Bolton është histori shqiptare. Me Manzën, me Izraelin, me Iranin, me Amerikën. Do prodhohesh një akt terrorist ndaj Manzës, që ky të përdorej si instrument ndaj një vendi të NATO-s, që Amerika të fillonte luftë me Iranin, projekti John Bolton. Trumpi përzur duke denoncuar këtë gjë. Ky do të fut luftë me false flag me Iranin. Dhe John Bolton është një nga sionistët më të tërbuar që ka pa historia. Pra, është ky një fakt historik, ka ndodhur. John Bolton kishte këtë projekt me Manzën, për të bërë një false flag për Iranin. Apo? 2. Ne kemi të bëjmë me një historinë e Iran dhe në Turqi këto ditë që quhet goditje me raketa balistike të Iranit ndaj Turqisë. 4 raste apo? Çuditërisht të 2 rastet, të 4 rastet, ose më saktë të 4 raketat refuzohen nga Irani se ka ndodhur. Një dorë. Po ndërkohë gjurmët e mbeturinave janë gjithmonë raketat amerikane që kanë rrezuar raketat iraniane, thonë se. Po. Mungon deri tash një provë vetme që një raketë iraniane është rrezuar duke shkuar drejt Turqisë. Po. Tash ne e dimë si funksionon në atë zonë. Po. E merr kur dush informacionin. Ke ekipe sa duash që mund të ka shumë inteligjencë aty. Po pra, rikuperon dëmet. Ke pati gjë Turqin që tregoj fakte. Po si ka reaguar Turqia? Gjithmonë duhet të thënë kujdes. Po ti di që Turqia nuk është një vend që musulmohet me raketa. Kush e bëri do e paguaj. Sepse cënohen shumë gjëra. Dhe Irani vazhdimisht thotë, s'kam gjë. Tash pyetja është, kush ka interes që Turqia dhe Irani të jenë luftë toksore? Këta që të luftën. Po. Kush ka treguar historikisht natyrën e vet për t'i futur gjithë tjerë në luftë? Mendo musliman, shit me sunit, Turqia dhe Irani luftë toksore, luftë masive. Kush gëzon? Bibi. Po. Bukur. A mund të konsiderojmë ne që këto 4 raketa balistike të Iranit drejt Turqisë janë thjesht false flag Izraelit? Absolutisht po. Kemi një raketë 4000 km2 që bie në Oqeanin Paqësor apo? Po. Dhe aty u zgjerua fuqia e Iranit nga 2000 km në 4000 rrezi apo? Po. Pra përfshi edhe Europa. Po. Dhe çfarë tha ministri i jashtëm i Izraelit? Dhe ministri i mbrojtjes? Europa është në rrezik? Europa është në rrezik?
Ndërkohë që Irani kur si doli për zot 4000 km/h, por nuk por hesh sepse ti e di leverdis një vend në luftë që thotë un kam fuqi. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron që Irani si vend ka mohuar disa lloj raketash që i ka gjujt. 2 raste në Arabi Saudite. Po, i ka Që i gjuar Arabi Saudite. Garda revolucionare. Pra i gjuar Arabi Saudite, po këto dy si kom hedhun. Po. E kuptova logjikën. Po. Tash ç'a logjika kjo? Një vend që thotë këto dy si kom hedhun. Ti ke 200 orë. Sepse ato të dyja përcaktojnë ndryshimin e lojës, se varet se ku bit, dhe ku çohen dhe kush është inter. Kush është vendi që do ta ndjekë gjithë linjën e mesme? A ka dyshim në njërin këtë botë që është Izraeli? Askush. Një pyetje është me NATO dhe me Evropën. Kemi Rami që shkon ke Bibi. Masi shkon ke Bibi, na del si trimi më i madh në planet dhe thot shpall gardë revolucionare Tiranë, organizata terroriste. Dhe lëpir si Berisha direkt, patjetër. Po ne aty me këtë po. Se ky është i keq, po jemi më të mirë ne, jemi më lëpir se ne sa ky. Më kupton logjikën. Ne lëpim më mirakullore. E di si lëpin këta. Le. Tani koncepti ku qëndron? Qëndron që kush ka leverdi që Shqipëria, një vend i vogël, periferik, që s'ka ushtri, ta themi këtë që nuk ka ushtri, të shfaqet me një territor ku ka një bazë të një qeverie që është kundërshtim me ligjet e Shqipërisë dhe ndërkombëtare, që ata kanë shpallë qeverinë, që dihet se kush e financon dhe për çfarë duan, për çfarë i ruajnë, për çfarë kujdesen për ta. Kujt i leverdis që Shqipëria të shfaqet? Dikush do thotë Rama do të shfaqet. Po Rama do të shfaqet. Po duke njohur natyrën e Ramës sa servile është, sa lëpirë se çallësh ka, nuk do i bënte këto pa pyet Izraelin. Absolutisht. Pra, në qoftë se ne flasim për një provokim publik, ne kemi faktin konkret. Shpun ka Shqipëria të marrë flamurin e Europës për shpall gardën revolucionare të Iranit, organizata terroriste. Qoftë do e bëjnë gjithë, ta bëjmë dhe ne. Aty me tjerët, me të shumtit. Se si jemi një vend ne që kemi kapacitet. Dhe mbi gjitha ky është një vend që kur s'ka pas një problem me Iranin jetë vetë, përkundrezi. Biles ka marrë financime nga Irani. Ore ke klinikën, poliklinikën, këtë. Po se kam aty ke klinikat, se ato janë politika, po e kam ke fakti që ne nuk kena ndaj problema por edhe. Ata mund të jenë si mund të jenë, po ne nuk kena pas. Na kanë sjell fonde këtu, zotëri. Ore po i harroj gjitha. Nuk është një vend që kemi pas ndonjëherë problem. Në fund të ditës neve tallemi, unë s'tallem njerëz, unë jam bektashi, po njerëzit tallen me krye gjyshatën me Babamondin, se e kanë halle personale me atë, jo është sigurim, jo kështu, jo. Unë kam një hall që është i Izraelit. Jo lesh, jo presh. Pak rëndësi ka vlla, se unë se di të vërtet, nuk të flas për atë. Shteti bektashish projekt. Pak, jo, po flas baza e bektashizmit. Botror. Mos e gatroj me bektashin Babamondin era. Po ta themi si mos e bën atë gabim. Jo, vlla, unë nuk e bëj atë gabim se unë këtë du me bë ndarje. Që njerëzit mendojnë. Me gjej bektashi shqiptar që do shtetin bektashi valla. Asnjë. Unë jam i parë. Asnjë, jo, më gjej ti një. S'ka orë. Unë shkoj në Teqen, këtu në Tiranë, vete pa i folur njeriu, bëj ato ritualet e mia, siç ma do mua shpirtin ndezi që rri për ty, për mamin, për babin, për vllajin, për gjithë njerëzit që duan. Shkul 2 fije bar, pastroj ato varret sa kam mundsi, iki vlla. Falem për veten time, iki, kam qarë aty, kam qeshur. Kam medituar. Rria thjesht mendoja në çonte në Neverland, në Kurkund, mendja. Por në fund ditës kush është shtet bektashi sot në botë? Irani. Qendra e bektashizmit botror ku është? Shqipëria. Vetëm për këtë lloj gjoje nuk sulmon ai. Që s'ka armik. Ore, një sekond, ai sulmon në një X realitet. Problemi është që ne kanë të doli kjo ide që do na sulmojnë. Pse do të na sulmojnë Irani? E fillojmë me ditën e parë. Me Manzën vlla. Pra. Manza është distribullari apo? Këtë po bëjmë tash. Tani kemi John Boltonin që do të përdori Manzën si fjalë kundër Iranit. Po. Kemi një histori që pretendohet sikur na ka sulmuar në Irani kibernetikisht. Rezultati kush është? Rezultati është që të gjitha të dhënat e Shqipërisë dolën laguriç apo? Po. Dhe për kundër përgjigje, buxhete gjigante me 100 milionë euro që çuditërisht futen izraelitët në lojë. Po. Sa të vjetër jemi ne me këto historira? Na është bë faqja shoh. Shpjegim i problem dhe e zgjidhim. Kush ka dhënë një provë të vetme që Irani ka sulmuar Shqipërinë, na s'pini që ta them kush e ka dhënë? Shërbimet që punojnë për Izraelin. Ato e kanë deklaruar që Shqipëria sulmuar nga Irani. Asnjë fakt, asnjë provë. Dhe kush do i përgjigjesh? Izraeli, kësaj gjëje apo jo?
Pra po të shofësh, rrjedhja e dhënave që bëri Rama nuk cënoi dhënën kryesore. Cila ishte dhëna kryesore? O emaili i Ramës, po e quajmë, apo jo? Por ajo që është databaza më e rëndësishme, hipotekat. Po ti dar kadastri do thoya ka bëu Irani. Nëse ishim luftë me Iran, apo jo? Po. Kadastrat bodom, do të bodom ty se i dolën dhënat Shpendit dhe Altinit. Dhe po ta shohësh që ato dhëna që kanë dalë Shqipëria si dëm si kanë bërë Edi Ramës në politikë. Zero. Për ku i kanë shtu buxhetet dhe mbrojtjen nga sulmi i madh iranian i armiqve të Iranit, pastaj nga mbrojtja. Kupton logjikën si funksionon mekanizmi. Pra ne jemi përballë një realiteti që ne kemi qenë në diversion të drejt për drejt në pretekstin e Iranit nga Rama dhe Izraeli. Goditja që pretendohet se është bërë nga Irani është një lojë e këtyre palëve që të marrin kontroll të gjithë sistemin tonë informatik. Po mirë, a nuk e vendosi ky zotëria që është kryetari jon, lartëkarësia e tij, e diti se duhet ta them shpejt që mos dalin në kuptim, lartëkarësia bëri rezolut në parlament ose këtu është, nuk e di domethënë, këtu është se ti vëlla, çudia shqiptare është shumë nuk e përfshin dot vëlla, nuk duhet të futemi në fjalor të dy tani, në fjalorin tona, në fjalorin e gjermanishtë apo anglisht që ka 700.000 fjalë me gjet për, më thënë, emërtimin konkret se çfarë niveli idiotësie dhe debilliku mund të jetë ky vëlla. Njerëzit shkputen nga lufta, vendet me tru. Çfarë po na duhet neve, tha Franca, kushdo që të jetë Pedro Sanchez. Sot Pedro Sanchez i para 2 javësh, një javë, është i vetmi shtet evropian që futet në kushtisën e Hormuzit, furnizohet me naftë ikën vëlla, pa 2 milionë taks. Ka futur ta bëjë edhe për llogarit komshive. Edhe për, domethënë, është futur edhe ndërmjetës, realtor. Domethënë, ka musha njën gjysmën e veni vet, gjysmën. Bën dhe biznes me atë. Dhe çka kushti i kishte vendosur Irani? Spanja është vend mik, vetëm se nuk u përfshin lufta, kupton çfarë standardi më. Jo që ti më je kundër i regjimit tim, po se përfshin luftë vëlla. Tani Spanja mund të jetë vendi më i varfër i Europës, BE-s, bashkë me Greqinë. Ato bashkë me Italinë u goditën nga kriza e 2011, se mba mendi bursa, një ditë bukur çu Wall Street-i, çuan gjithë italianët, grekët, spanjollët me s'kam punë, s'kam lek, s'kam. Me buton. Ky joni vëlla, që është vjen Spanja, vjen pse do i morëm me gjitha vëlla. Nëse maja në Spanja ashtu, kërkoj që jo, po se du ta bëj, është Spanja, është Gibraltari. Janë balenat e Gibraltarit, janë jashqitet e spanjollëve të Gibraltarit. Vinë si romkat, pastaj Rama. Vjen jashqitja e balenës, janë 300.000 shkallë bosh dhe vjen Rama vëlla. Për nga rëndësia geopolitike. Se ky është edhe këlliro vëlla, është i pështir shumë, domethënë, nga ajo erosi që ka pasur që i gënjekte këto budallashkat e kohës vet që si transgresiv ky me atë vëthin këtu e i gjatë. Si shtava më shumë. Me gjitha me. Është më keq. Ja. Kush e pirë atë, më fal për shpreh. U bë ministër po po. Ky është si Amurika vëlla. Ky bën si Amurik i madh bush. Ishte Zhulco burrë. 98 u bë ministri i kulturës. Atëherë fati akses. Pra si ka mundësi një njeri që kishte erosit veten që i gënjente i manipulonte këto zoçkat e kohës vet? Na dole ka shpifësir o vëlla. Metamorfozë shumë e shpifura, kupton? Leça thonë po është gjeni se gjeni është Enver Hoxha po ti të pratë punë, mbajti 45 vjet popullin shqiptar, ja futi gruas, burri gruas, spiun njëri, informator tjetri. Jo, kush e njeh Ramën? Djalin ja kam dhënë partisë. Jo, kush e njeh kupton që Rama ka një suport që duket sikur është ai zgjuar, është suporti. Si mund të shkojnë ne vëllatën të shpallim luftë Iranit do ti? Vetëm kaq më shpjegoti mua, vetëm këtë. Pse bëhet kjo? Sa ushtar kemi ne? Po jo një sekond, pse bëhet kjo? Nëse Irani është aty dhe ky bën ham këtu, ose e qeni kulim, po është shumë larg. Pyetja është, pse duhet ne e bëj këtë gjë dhe pse? Për të justifikuar pra diçka. Cila? Goditja nga Irani. Ma kuptove ku kam teorinë unë? Teoria ime është të gjitha këto veprime, këto shpikje, interneti, goditja e grupit revolucionar që goditi sistemet informatike të Shqipërisë, shpallja e gardës revolucionare, këto prallat janë vetëm konteksti që në çdo shërbim inteligjent kupton që ky po bën gati goditjen e Shqipërisë. Ma kuptove logjikën. Domethënë, cili në Iran,
cili në botë do pranonte të logjikshme që Irani sulmonte një Shqipëri që shef punën e vet. Do qeshnin njerëzit në kuptimin kush do mendonte këtë plan. Po. Atëherë si do justifikojmë një goditje të Iranit? Duke shpikur këtë teori. Shqipëria ka përzën ambasadën, se ka sulmuar, këta kanë vite që punojnë, më kupton, Po. për të ndërtuar skemën që Shqipëria është viktim e Iranit nga një sulm terrorist iranian, e cila është gjitha një false flag, është një rrenë e madhe për ta shpikur këtë sulm, për ta justifikuar kundër Iranit. Pra, po ta shohësh nga të gjitha anët, nga A-ja ke Z-ja, në çdo lloj pikpamje po ta shohësh, neve kemi përgatitje të terrenit për një sulm potencial të brendshëm sikur është bërë jashtë. Pra, Mossad, Ram, pse them Mossad? Sepse Mossad është më i famshëm në botë si emër për prodhim false flagësh. Po. Flas nivel botror, jo Po. jo periferisë neve. Nivel e kështu. Përfshin një mesatator brenda, më kupton logjikën. Bëhet fjalë për isur me Keneda në Ka vrarë presidentin vlla. e të tjerë, president. e të tjerë, të tjerë. Pa. Tani, në një logjikë si kjo, kushdo që të marrë lapsin dorë, të bëj çik shënime. Çka ka bërë Rama me Iranin në këto vite që flasim? Dhe llogaria gërm për gërm, pastër fare. Ky po përgatit kontekstin e një false flagu në Shqipëri. Pra të goditjes së Shqipërisë, sikur ka godit Irani. Për të përdorur kjo gjë në dy drejtime. Gjeopolitikisht është një vend i NATO-s Shqipëria. Po. Por nga ana tjetër, Rama në hallet që ka, do shpëtonte për gjithmonë dhe për 20 vjet tjera. Do ruante pushtet për 20 vjet më çfarë? Pse? Sepse ata që kanë karikuar armët kundër Ramës, që shpakun këtë rast, dosit të tjerë, Po. skandalet të tjera të tjera. Menjëherë do ishin në presion që po preken interesa gjeopolitike amerikano-izraelite. Apo dhe do kishte tërheqje. E dyta, nëse do ishim në këtë situatë që jemi, që unë nuk besoj që do jemi, po varet si do ndodhi gjë, po ja këtu ku jemi, në një moment që goditet Shqipëria për shkak të Iranit, Amerika nuk mund shkarkojë Edi Ramën nga detyra, në kuptimin figurativ. Sepse Rama është viktima. I duhet kuklla, po. Jo, po është viktima. Duhet me i dalë mbrojtje. Aleatit Amerikës, e braktisi Sanchezi, por Rama ju gjend, e kuptove logjikën. Dhe në këtë lloj logjike, Rama është investitori më i madh i një false flagu që spaku të dorë nga Rama. Pra, po ta shofësh. Po mirë, si mund ta përdorin neve këtë tani që ti biem ti pararendim Prit, false flagut vlla. Po pritë vëllai se do të marrim edhe çfarë akte terroriste mund bëhen. Po. Pse sot ne jemi për çefin ton këtu? Qofse ka tru Rama dhe Izraeli, kena lezu dhe ne. Tani koncept. Shalom. Shalom. Po do vati nxjerrim skenaret. Se Shalom. nëse na thonë jo, nuk ndodhi ashtu jashtë, do të themi të gjitha. Shalom. Jepi avokat godit vlla. Pra, po ta shohësh llogarinë thjesht, është çfarë do gjë që ka bërë Edi Rama. Ka pasur në krah gjithmonë flamurin e izraelit në raport me Iranin. Po. Që nga A-ja deri ke Z-ja. Tash ti marrë merat çka ka bë. Gjëja e parë që ka bërë, ka akuzuar Iranin se ka goditur sistemet tona informatike. Ti ke shok që merret me sigurinë kibernetike, un kam shok, por ajo që kemi më shumë të dy në bashkë është një uri me shumë njerëz ekspert që kanë shprehur pikpamjet e Po. tyre. Po. Si s'kemi gjetur një orë ta pranoj që është bërë sulm në Shqipërisë. Po mua më kanë thënë të kundërtën. Edhe ty të kanë thënë të kundërtën. Është përdorur Irani për docën e Akshit, sepse Akshi dhe ajo gjë tjetër përdorin kadastrat dhe këta bënin gjoba për gjykatësit vlla. Kaloj pronat këtu që ke, kalo vettingun se ti kalojnë prap. Alibia, Alibia Irani. pyetja është pse sa hapshin halen këta? E di sa kishte gjetur Gens Hoti Florin në Shqipëri vlla? 12 toni kishte gjetur ky zotëri për shtetin shqiptar. Po 12 toni për shtetin shqiptar, 2 ton për privatin, 10 ton për shtetin shqiptar në komunizëm. E di që ai kishte thënë Hystin Kapo. Do shkosh, do ta matësh dhe do zhdukesh aty. Dhe unë këta kam kuptuar një gjë nga mentori im. Marksi është idiot, Engelsi është idiot, Stalini është idiot, Lenini është idiot, Trotski është idiot. Me Enver Hoxha mos e kroj valla. Ti e di që është ta kam thënë aty, ma ka shpjeguar shoku im që e ka thënë një nga ekspertët më të mirë psikiatrisë shqiptare me histori të gjatë. Gjëja më e çuditshme në Shqipërinë kohën e totalitarizmit komunist ka qenë fakti që në spital psikiatrik, që çfarë nuk thuhesh, se smur psiqik. Vetëm Enver Hoxha nuk shaj. Nuk shaj.
Edhe psikopati E kishte frikën. kishte frikë. E të mërshme. Dhe koncepti pra kthehemi ka argument. Se ta thash atë të Floririt vlla se e ka fajin zogu. Po. A kupton? Po, Që po, ta kuptojnë po, njerëzit po, si po. bëhet. Po. Tani, koncepti është që Rama, kur akuzoi Izraelin, Iranin, për goditjen e sistemit informatik, kjo ndodhi 5 herë, nuk e kam numëruar dhe kam zgjedhë gjithë dhënat e 5 herëve, dhe më del që në të 5 raste, ca që i ka sulmu Izraelit, ca që ka rrjedhur, ca që në arrestuar në Europë, Po. në të gjitha rastet shtohen fondet për sigurinë kibernetike. Apo Po. dhe mbi të gjitha sot Shqipëria ka kaluar në kontroll të teknologjive dhe të institucioneve, subjekteve të lidhura me Izraelin. Pra, godasim sistemin me iranian dhe marrim ata që janë të zot me e siguru këtë punë, që janë Izraeli. Pra përfituesi, kush ka qenë këtë histori? Kompani, nuk thash shteti. Më kupton se s'merr shteti me këto. Normale. Tani, ç'është e qëndron? Rama nxjerr urdhrin dhe shpallet përzënia e ambasadës iraniane, ma mend histori, që i përzon etj. Nuk është edhe ca rregulla të lojës që kanë qenë atëherë. Sepse ne ka bërë Iran, çfarë prova shutan që ka bërë Iran? Pra si mundet një shtet pas një provë të prishë marrëdhënie diplomatike me një shtet tjetër? Kjo ndodh në 2 raste. Rasti A, kur shteti siguron dokumentacion të mjaftueshëm, por s'mund ta bëj publik për të ruajtur konfidencialitet, apo jo? Po. Dhe e dyta, kur ka një marrëdhënie ndërkombëtare që e favorizon. Pse? Kur Rama e bëri këtë gjë, a kishte mbrojtje? Kishte mbrojtje ndërkombëtare. Rrimi që këtu. Kush i jep të këtë mbrojtje ndërkombëtare Ramës? Pra, kur Rama shpalli Iranin, që kishte sulmuar Shqipërinë, një vend NATO-s, ku kishte mbrojtje. Po. Pra bëri diçka të pranuar. Pyetja është informacioni që u deklarua, erdhi nga Amerika, erdhi nga Izraeli, erdhi nga këto, erdhi nga ato. Nuk ka rëndësi informacion. Është gënjur. Ka ardhur qëndrim. Çfarë është qëndrimi, çfarë është informacioni? Qëndrimi është pozicion që unë baj. Informacioni do thotë fakte dhe prova. Po. A është e vërtet një organizat në flamur iranian i ka dalë për zot? Kjo është e vërtet. Një organizat me flamur iranian i ka dalë për zot. Po kjo është një organizat shtetërore iraniane apo një grup hackerash? Një grup hackerash. Po. Anonymous vëlla. Domethënë biçim anonymous. Ripto. Çfarë më kanë shpjeguar mu ekspertët më të mirë informatik shqiptar? Këto dhëna janë dorëzuar. Nuk janë marrë. Këto dhëna janë dorëzuar. Nuk janë marrë. Pra, si do kryejmë një false flag? Domethënë, dalë se kam unë një pyetje tjetër vëlla. Domethënë ky grupi iranian që ka dalë zoti punës, mos vall ishte i paguar nga nga ata? Mori një dhuratë. Ha? Mori një dhuratë. Apo ti Atë se asaj me ty jam unë, po nuk i hyj atë se ngelet shumë hipoteze madhe. Po merr me faktin. Për aq kosa nuk e ka bërë Irani. Ti vete i ofron ti tjetrit na se po ti jap të dhënat. Ky tjetrit merr pagesën dhe të merr dhe dhënat. Tani vetë po ti je. Jo, s'është edhe biznes midis palëve. Unë jam grup hackerash. Plago. Shikoj, ka diçka vëlla. Se këtu më qëndro, se nuk të lë logjika këtu të dalësh, nuk quhet konspiracion kur çon logjika. Ne s'kemi prova që themi Jaku i ke ku janë dhënë fondet ku janë dhënë. Ora kemi një provë, s'ka provë. Edhe kjo mund të jetë. Po jo, kjo është. Edhe kjo mund të jetë. U pretendua që ka bërë Irani. Po. Pse? Janë tha dhe Amerika dhe këto të tjerët. Më fal, kush tha prova? Askush. Thanë vetëm kaq, mbajnë qendrim. Po, këtë mund ta ketë bërë Irani. Ore prova. S'mund t'i thush ti ambasadori Xhuku pa prova. Mund ta bësh. Kur je në luftë, kur je në armiqsi. Çfarë armiqsi kishim në Iran? S'ka gjë gjë. Ti prap mua më çudit kjo, nëse ne ja kemi dhënë ato vëlla, ja kemi dhuruar. Edhe ata kanë marr pagesën. Ata nuk janë fare, nuk kanë të lidhje fare me atë shtet vëlla. Jo, kanë. Sepse jo, intereset i shteti është mos t'i hapen false flage. Ore, as shtet s'ka lidhje fare, unë jam 1 miliard% i bindur. Por problemi qëndron nëse ti je grup hackerash. E ti di ç'është një hacker. Me çfarë ushqet? Me informacion. Piratësh. Po me informacion. Pirati modern. Po. Nëse unë kam interes që të prodhoj një realitet timin. Po. Dhe rruga është që të t'jap ty ca dhëna. Ti do më refuzosh mua? Kush të refuzon dhënat informacion? Askush. Është biznes i madh. Shitën. Ma kuptove logjikën.
Pra, ne nuk kemi parë kur prova me sy në OKB, se aty shkojnë këto çështje, aty trajtohen. Pra, nëse ka sulmu Irani Shqipërinë, duke shkatëruar të gjitha privatësinë e dhënave të shqiptarëve, kjo është çështje që trajtohet Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Po ti kur shkosh Këshilli i Sigurimit, do të pyesë ai Lavrovi, "Ore ju të fshatit filoni, keni ato letrat na jepni ti shohim." E kuptove logjikën. Vajti si katall, vajti në organizatën e Sot Kombeve e të kemi 28, Bashkuara. sot e kemi 28 me atë që është morë me këtë punë. Ta kam thënë që kjo është qeveria e Izraelit. Pra, pikat kyçe të shtetit i ka marrë Izraeli, këto të tjera të parave i ka marrë Rama. Mbrojtje, drejtësi, brendshme dhe jashtme. Domethënë ne nuk kemi shanse fare të fitojmë në gjyq. Ç'e gjyqim? Gjyq pronash, gjonash. Po të lejmë këto teori, o shpend, ka marrë kjo punë. Sot ishim gjykat, kam prit 2 orë gjysmë me Eraldin, që të filloj një seancë, e cila natyrisht u shty. Por, ku ishte pyetja? Ne ishim me çështje të vitit 2018 dhe jemi të lumtur. 6 vjet, 8 vjet. Pra po i numëroj. 6, 2, 8. 8 vjet jemi të lumtur që i kemi. Kjo është reforma në drejtësi. 8 vjet kam dhe unë, po ma bën atë me dhom këshillimin. Ka dhe më keq, e kuptova. Ishte marrë vendimi tash ekonomisti ka bë trapliqe, idiote komplet. Idiote valla. Ajo ekspertja. Avokati im kujtimin thot vlla. Tash duhet ta kishe refuzuar kët. E thëmë një që legës vija prengës. Edhe kapëm një gjë tjetër. Ore thash ai ngjitur është dëm shpërblyer, ore ngjitur këto ka. Është dëm shpërblyer ndryshe. Gjykat lart. Po gjykat lart, është dëm shpërblyer ndryshe tash. Pse të ndryshosh gjykat lart, gjykat kushtetuese, dorëzohesh, gjykat Strasburg. Mas 20 vjetësh. Domethënë bab, je 68, ti e ke ndar mendjen 107 vjeç do ikësh nga kjo botë i qeshur, kështu që ke kohë vlla. Ato 17 vitet e fundit të jetës do t'i gëzojmë ato legët, mos e ruaj fare. Tani, s'u do dalte, se do themi gjë shumë të rëndësishme. Të gjithë ekspertët thonë që ta kanë hap çelësat e derës. Kështu quhet në informatik. Kanë hap dyert nga brenda. Tani, ti je hacker. Hakeri gëlon internet, bubron. Po. Dhe krijon dhe kontakt. Diku në rrjet lojrash, diku në këtë e tjerë. Kështu funksionon mekanizmi botror. Dhe unë si pal kam nevojë që të mi vjedhësh thënat. Ke parasysh kam një magazinë, kam vjedhur, do t'i vej zjarrit. Duhet një hajdut viti vej zjarrit. Dhe unë magazinierit them, e ka djeg ai ku dëgjon. Është dik gjithë malli, nuk e kam vjedhur. Ma kupton logjikën. Koncepti është që ti i ke hapur portat nga brenda, siç e shpjegoj shumë pal, që ata kanë hyrë dhe kanë marrë gjithë dhënat. Po. Kjo është thelbi i çështjes. S'po merr me profesionalizëm dhe amatorizëm, po merr me koncept. Po. Pra ne kemi një rast tashmë që me skepticizmin e shqiptarëve nuk e kemi shumë të vështirë, i themi shqiptarëve, që goditja e sistemit tonë informatike nuk është bërë nga Irani. Por ama Irani ju shpall luftë, me që na kishte shpall luftë. Çfarë janë këto falsflagë apo? Kjo është histori falsflagësh në botë. Kështu njihet si e tillë. Sepse Shqipëria po të kishte pas drejt, vëlla. Po që s'na kishte bërë Irani, kjo çështje do ishte trajtuar në OKB me dosje. Jo me pralla, ma kuptove ku e kam. S'është godit një vend sovran. Është njësoj si bombardosh një, po themi, central telefonik, është i godasur gjithë sistemi informatik, apo ti mbledh gjithë dhënat. Pra kjo është një akt terrorizëm në çdo lloj kuptimi të fjalës. Pra është një shtet terrorist Irani, apo jo? Po ti e pas ke Leverdin, ta akuzosh për shtet terrorist. Pse çove në KB aty ku çohet dhe ku trajtohet me dosjet dhe shqyrtohen? Se s'kishte dosje valla. Që ishte bërë Irani. Kishte vetëm një organizatë që thoshte e kanë bërë. Se di avokat nuk iku e di, një falsflak. Iku. Nuk e di. Po jo, ky i rrezon gjithë tjerat. Ma pritesh i marrë me radhë. Ky i rrezon gjithë tjerat. Prit se kemi rastin tjetër. Shqipëria pranon një grup njerëzish. Na shpërndani o njerëz, na shpërndani më. Na shpërndani më se nuk i gjeni dot. Ju thon Izraeli mirë, Irani keq, më se s'ka të mirë të kishin botër. Nuk ka të mirë të kishin. Ka thjesht njerëz të fortë dhe jo të fortë, ka interesa. S'ka politikanë të mirë të kishin, të dobishëm dhe të dëmshëm. Po, kur tudi. Fillojmë tani analizojmë. Në vitin X këta sillen në Shqipëri mujahedin të parë, gjithsesi Sali Berisha. Dhe pati reaksion të madh nga Rama. Sali Berisha mujahedin? 200. Mujahedin Saliu, se the që ishte Sali Berisha. Po. Solli 200 në Iran. Solli 200. Po ka njerëz na kishin. Pati debat shumë të madh atë kohë. Debat më madh. Pse i pranoi rrezikohet Shqipëria?
Dhe Po. Berisha tha, po unë nuk mund t'i them jo amerikanëve. E këtë e dim ne, që ta janë lëpirë sa kështu, par excellence. Por ndërkohë, Jo, atëre kur i tha, jo, Sali Berisha amerikanëve. E di si është puna e kësaj avokat. Mba mend Xhaxhi Skënderin të Rameti pa shpirti kur të ka rrahur për herë të parë, kush? Enverin, Enverin. Skënderi. Ndjes si pa shpirti, ndri shpirti. Është si puna e rrahjes babës. Baba nuk të rresa nona, se nona thyen pece, shapka, hisla, gjitha, po nonën e dashuron vëlla, nuk i mban më as lëgjoj. Baba e ka të rrahurën e rëndë vëlla. Po ai është kuptimi. Një Është herë prek autoriteti. baba me dorë, po e mba më tër jetën. Absolutisht. Edhe puna e Amerikës si një Po herë. na tregu historinë. Shkoj ke liçeni that, vën ku myteshin rregullisht kalamoj, më zbulun ke shtëpia, më zbuloi gjyqja, nxori rrypin i mat, mu dhe vllajt. Dhe $70 për shtëpi. Pse shkova më ke liçeni? Ula, shkova më vën. Maron të këtë loja. Edhe po them, rasti i mujahedinëve, kur ky mori një kamp të tërë, ky shkeli çdo rregull loje Rama. Pse? Po sepse nëse është një organizatë ushtarake, në këtë rast para ushtarake, Po. i cila ka një komand, ka një rrjet, ka një organizim, dhe ti i merr në formën e grupit të organizuar, ti ke krijuar një bazë ushtarake, apo? Po. Pra Shqipëria nuk pranon disa refugjat. Por një organizat ushtarake, me një organizim ushtarak, me format ushtarak, një infrastrukturë ushtarake. Apo? Dhe të siçën Shqipëri, opozitën e Iranit do thotë i shpallë luftë Iranit, se kjo ishte opozitë politike, ishte opozitë ushtarake. Ma kuptove logjikën. Po. Pra këtu fillon çështja që ne si shqiptar jemi ne që i hapëm luftë Iranit, jo Irani ne. Apo jo? Absolutisht. Po neve për çfarë hapam apo se duhet hapur dikush? Dgjoj. Nëse do i vën që të ofron gjithçka, Shqipëria. E di si është Për i çik dhe pirje. Shqipëria si puna e qenit Chihuahua që shikon një Rottweiler nga ana tjetër e pasqyrës, nga ana tjetër e xhamet dhe vete i lef. Po sepse ka zotin nga mbrapa. Jo, pa zotin fare, i lef. Kur e hapi zoti derën, risi klysh. Po arsye pse e bën si zot, është një video shumë e bukur, mbas janë disa video me një kinez që ka 200. Një të voglin kështu dhe një bulldog të madh. Ke qeft aty. I ke qeft ta kinezët i vlla. Kancerin e botës së ardhshme. 100 vjeçari Lutem ardhshëm. avokat mbaj gojën për vëllezrit tan kinez. Jo, se kisha për kinezët, e kisha. Ne kena pasur Kam për Ne kena pasur parullën, vlla. Vëllezrit kinez dhe miqt kosovar. kur thu ti, në këndvështrimin tim nuk kam me popullin kinez, ti e di me çfarë kam. Po nejse. Ti e ke me ata. Sa më pëlqen me ata. Ata po larg ishte. Ata. Ai qyqe ai shtrim. Ata, ju e dini kush, Voldemorti. Tani, gjithë logjikën time është që kur këta morën këta i hapën luftis Iranit, këta i shpallën luftë. Dërgoni krijesën e atyre. Dërgoni atë që krijuan ata. I largoni nga vetja. Largojni nga vetja veprën e satanit. Transferoni mëkatin. Transferoni mëkatet e neve. Shkarkojmë ne për ju. Ja pse dua avokata, do të serioz. Do ishte komplet idiotë që flisnim kot na herë. I sekond, arreston policia në 97-ën në protestë. Mbushet fillimisht 10 parë. Unë si Altini për katër, unë jam aktivist edhe një me të udhëzim me policën, ka do më kaluar aty ku s'lejoj. Më kapin më 15 veta, më fusin në furgonin, plasin ke rajonin numër 3. Edhe ishim ja 7-8 veta aty ne. Pastaj bëmi 12, 20, 30, 40, ishte si palestra ajo, kupton? Edhe gallata që ka qenë aty, po them, atë ditë që rrifeshin në procesi Skënderbej nga Berisha, komunistët, socialistët, ke parasysh kur ka flas gallata, nuk pushonte e qeshura për shqiptarët në Burg, kudo që të kenë qenë, ka rrit sensin e humorit. E dyta, ne si natyrë vëlla vetëm gjithë jetës këta tall me nerën me çdo lloj gjoje, sado e keq që të ketë qenë. Kjo është një lloj mekanizmi i brendshëm psikologjik, por ka të bëjë dhe me natyrën e njeriu. Ta kam thënë që unë kur pi rrall me fjalë këto vite
ekstremisht pak, po vetëm gallat. Kupton? Është me natyrë njeriu. Tani kthehemi ke argumenti i bazës ushtarake, para ushtarake të Manzës. Po. Bazës para ushtarake të Manzës. Pse ti quhen bazë? Jo, unë nuk e quaj. Unë nuk e quaj. Ajo është një bazë. Ajo është një bazë, pse? para ushtarake. Ka formën e organizimit, palestrat, hierarkinë, organogramën dhe mbi gjitha armët e luftës. Tani, Një sekond, armët e luftës. Kush janë armët e luftës? Që janë aty? Kompjuteret. po, Fillim sistemet e komunikimit. po, Mbamën kur plasi policia shqiptare që u përlesh me po, to? po. Ti di kush e bëri atë gjë? Dhe pse u bë? Erdhi më nga jashtë, nga Amerika direkt. Pse? Sepse kjo organizat ka 3 burime financimi. Lobin sionist, ndërkombëtar, Po. ka drogën dhe armët. Pra, Edhe me drogta. këta me drogë dhe me armë. Botërërisht, jo këtu në Shqipëri, botërisht. Sepse është i vetmja burim i mbajtjes gjallë të kësaj organizate. Dhe ti e kupton, kur flasim për drogë dhe për armë, ka infrastrukturë mbështetëse apo jo? Po fillojnë njerëzit i madh pas ke qenë më gash total alle ke donacionit. O lale, është mënyrë komunikimi, prandaj ju them hajini te kurset. Hajini te kurset e bësh. A do me e bot tjetrit të besueshëm që ta lëshoj atë mëkatin. Do të gjesh një, si quhen këto, rrufepritës. Ne jemi si rrufepritësit do avokat. Gjithë mëkatet e botës i marrin neve. Dërgoni këtu më valla. I lëshojeni krijesën e satanait. Çe doni legun. Si tha Aleksandri, në qoftë se nuk do isha bo Aleksandr, do doja të isha Diogen. Në qoftë se s'do bëja ndonjëherë profesor, do isha bo stand-upist i frikshëm. Me humorin pervers që kam unë vlla. Atëre, logjika qëndron në këtë bazë që krijohet në Shqipëri. Ne kemi pasur një moment kur forcat e policisë kanë ndryrë, sepse erdhi një urdhë nga jashtë. Dhe ata reaguan në një mënyrë çuditshme apo jo? Po. Për çfarë shkoi policia për të sekuestruar? Apo jo? Si delti me pengu policia? Me çfarë status? A ka ditë të vike shtëpia ime policia? Ka ardhur. Po. Ka shku ke shtëpia jote, ke tjetër, kudo. A është territor shqiptar ai? Mos është në territori huaj? S'ka drejtë policia? Ambasadë është ajo? Po varet. Ambasadë ka një qeveri? Apo jo? Vlla, varet se Çfarë është ai aty? Varet se çfarë statusi ka bër. Po, pra këtu. Ti si avokat, a ke lexuar statusin? Po. Na i tregoj pak se dhe unë jam ignorante kjo gjë. Okej. Ke përsërisht teorinë e shtetit Bektashi? Po. Ka folur njëri për shtetin e këtyne? Të Manzës? Jo. Çfarë ndodh me grup njerëzish që ngelin në një vend caktuar? Do jetojnë në atë vend apo jo? Po. Kush është statusi i tyre këtu në Shqipëri? Këta nuk janë shtetet shqiptare apo jo? Po. Këta kanë një status veçantë që në azilant politik. Po. Por nuk quhen politik, quhen humanitar. Ta ndajmë çik. Nga ndryshon politiku. Po politiku mund të vazhdojë të Nga jetë ndryshon politik. politiku nga Po mund të jenë politik. humanitari. Se unë jam politik, unë vazhdoj të jem politik. Po këta janë. Po si mund të jenë humanitar këta vlla kur këta janë opozita e regjimit Hayatollesk. Vazhdo. Domethënë këta janë vetëm politik, këta s'mund të jenë ndryshe vlla. Vazhdo. Ç'a të vazhdojmë? I the gjitha. Po kaq. Po ç'pun kanë me politikë të atëre? Ka shpall qeverinë në Shqipëri. Po. Çfarë ndodh me një vend që shpall një qeveri? Quhet qeveri apo jo? Po. Ka ambasada etj. Qeverinë në ekzil. Bukur. Më fal, po ky është një territor me një kontratë afatgjat në ngarkim të shtetit shqiptar. Po. Nuk është se pagu dikush. Po. Ma kuptove logjikën. Jemi ne që paguajmë. Ne, amerikanët në thjesht. Jo, ne. Sinema. Po s'di ke gjoti. Po s'ti bre Ne, shqiptarët. me taksa. Ore ne paguajmë. Se ç'marrin ndihmë ata, nuk marrim ndihmë ne për ata. E kuptove diferencën? Ata marrin ndihmë edhe nga ne dhe nga ata. Ai që është problemi im këtë rast është që unë e mirë kuptoj një njeri që s'ka ku të shkoj. Ky quhet refugjat humanitar. Pra azil humanitar. Më thua, nuk kemi të bëjmë azil humanitar këtu. Po këta s'kan ku të shkojnë aty, avokati si ka pranuar njëri. Është më keq puna. Këta janë azilant humanitar dhe kryejnë aktivitetin e azilantit politik. Por jo në nivel individual, po në nivel organizativ. Po në nivelit të një qeverie. Të një qeverie organizuar. Sepse kanë shpallë qeverinë me njerëz se filloi lufta.
E kuptove logjikën. Po, sepse po presin rënien e regjimit atje që të zvendçojnë nga ata. Tani nëse unë do të bëj një false flag, se do hyjmë ke skenarët sot. Po. Na dëgjojnë mirë të gjithë. Na dëgjojnë ambasada Gjoni amerikane, mirë, edhe hapni Izraelit, edhe Rama. O, Milet! Lakurisht. Bani veshë. Lakurisht të gjitha. Vallai avokat vetëm lakurish, jo? Se kishe për veten. Skenarët e Ramës. Skenarët. Bukur. Se faktikisht ai hapi një gocë OnlyFans vlla, ishte 0 lek, pas 3 muajsh $1.5 milion. Dgjoj. Grim neve, sallat. Pas fati. Grim sallat ne këtu. Grim sallat. Ka shprehje vjetër. Tallë Para njerëzit, OnlyFans-it ka ekzistuar tallë njerëz, shprehje. o gash, të pëlqejnë donacionet, Shiko. Lepërysha suite OnlyFans-i. Tani, çfarë do thotë kjo që do ju them unë tash juve kur them prito valla them unë, se kanë shpall qeveri këta këtu në Shqipëri. Por mund është edhe tash. Është edhe sovrane. Pyetja për çfarë numrash po flasim? Se aty vetëm babamondi i shkretësh me hiroje. Shto 3 ushtarë izraelitë të IDF-s që shkojnë bëjnë merremetim. Më kupton që është edhe bektash i babamondit. Këtu kemi të bëjmë me një trup fizike, para ushtarake, super profesioniste ushtarake, që ka vendosur të sakrifikojë jetën. Ti e di që të kanë ndaluar të martohen. Kush? Ata të mancës. Ti nuk e di që ata jetojnë sipas një betimi ushtarak dhe fetar, dhe ata kanë shpikur kamikazin. E kuptove ligjin, kamikazin. Së shpik atyre kamikazi. Shpiki e tyre kamikazi terrorist islamik. Kush i pagu sot Izraeli? E kuptove logjika. Këta kanë shpik në botë. S'ka ekzistuar kamikazi fizik islamik. Janë këta të parët në botë. Kamikazet e parë kanë qenë në Pearl Harbor ku Po jo pra, ata ushtarak. Ushtarak. Gjë. Kamikazi i parë me titullin islamik e kanë shpikur këta. Kush i pagu këta? Izraeli. E ti kupton si ka funksionuar gjithë jetës false flagu për katës. Tani ky grupi këtu, që janë këtu, kanë shpall qeverinë. Po. Pra kanë shpall luftë Iranit, apo jo? Më fal, nga cili territor? Joni. Bukur. Do guxojnë ta bënin këta pa konsesusin e Izraelit dhe Shqipërisë? Jo. Bukurim këtu. Po ta kishin bër pa konsensus, a do kishte shku policia? Po. Ti prezente sepse e kanë ndaluar me status po. të veprojnë në Shqipëri në nivele të tilla. Kupton logjikën? Po. Pse nuk shkuan përkundër si për krahun? Pse do dalim ka jo ambasadës amerikane që rrezikon Shqipëria apo jo? Tani pyetja është, nëse do bësh një false flag shqiptariak terrorist, të duhen 7 vet, 8 vet, 10 vet, ku diun. Një, se s'mjafton një. Më kupton logjikën. Do bësh një akt terrorist. Akti terrorist duhet të prodhoj vlerën e tij apo jo? Po. Reaksionin për katës e tjerë. A e bëm dot me shqiptar? Mohamed. Se këta bëu dot asnjë. Pse? Mohamed. Dele rrena. Po. Dele sekreti. Po. Vend thashë themesh. E dyta, nuk janë gjëra të lehta këto. Ne mund të jemi super profesionist për të vrarë e për të prerë për punë droga apo. Po. S'ka të krahasuar. Po me kështu gjëna ashtu kemi ngatruar. Edhe mafia ruse na ka zili. Po kështu gjëna si na ngatruan. Kemi pas në psikopat që kanë bënë veprim personal. Po. Po këtu nuk janë veprime personale, këto janë veprime të organizuara. Se nëse shkon një budall, merr një sapat, siç dali lajm Rinas, dhe i ka rarë robëve, ky nuk është një akt terrorist i Iranit apo jo. Po. Më thoj se gjithmonë. Edhe Izraeli nuk merr me kështu budalliqesh. Po. Nuk merr me çmendur, merr më inteligjentë. Marrim rastin e një meshtatorit. Nuk ishte një çmendur, ishte një rrjet i organizuar. Natyrisht ne dimë që ishte Mossadi mrapa. Po themi si funksionon mekanizmi. Pra, kur ti do bësh një akt terrorist, duhet dhe një armik. Po të duhet edhe iranian. Apo. Po. Se pun tjetë edhe nga Jemeni, po s'ka vlerë. Po. Do të jetë iranian apo jo? Që të jetë iranian, ne s'ka iranian këtu. Persët e Shqipërisë që kanë ardhur 200-300 vjet para janë shqiptar. Po. Na duhet iranian, ku do gjejmë iranianin? Ka manza sa dush. E kuptove logjikën. Pra, manza i ka të gjitha mjetet për të prodhuar një akt terrorist kundër Manzës apo kundër Tiranës, nëse e urdhër Izraeli dhe nëse është dakord Rama. Se shkon policia prapë i prezant apo ja. Po. E kuptove logjikën. Pra nëse ne do të flasim për rrezik real të një operacioni false flag, nuk ka pse të vijë Mossadit këtu. Nuk ka pse të vijë eksperti i FD-s këtu. Këtu i kanë gati. Mjafton t'u jepet shënimi për katës.
Tani do bëj një ndërprerje të kësaj logjike për të shkuar, për të kuptuar njëherë si funksionon ky mekanizëm, duke shkuar në Francë, dhe një nga gjyqjet më të famshme në 100 vjet të fundit në Francë, që po zhvillohet këto ditë. Ne dy ndajmë pikpamje ndryshme për masonerinë. Po. Unë mendoj që masoneria duhet dalë jashtë ligjit, derisa të futet ligj. Po. Sepse është e jashtëligjshme. Po. Sepse masoneria nuk mund të ketë asgjë sekret. Kur unë si shoqat, po të jam detyruar të jem transparent për çdo gjë. Për çdo gjë, ti s'mund të jesh i fshehur në masoneri, apo? Ato janë shoqëri sekrete, këtu ndajemi bashkë në ponese. Pikërisht pra se janë sekrete, këtu do Ato janë shoqëri sekrete vëlla, të cilat janë të njerëzve më të ndriçuar. Kjo është rrena më e madhe. Ku të njoftë ndriçuar që janë mason sa dush. Njoft dhe mason ndriçuar. Po s'është kusht ti jesh mason që ti jesh ndriçuar. Dhe unë do të tregoj rastin se si ka degeneruar kjo që theti sot në Francë, që është gjyqi më i famshëm që vjet e fundit, dhe që po bën një bujë po mundon ta shtypin bujën, po buja po të dalë. Hitleri kur ka pushtuar çdo vend të Evropës, kishte një ekip special të organizuar që drejtonte ky teatri, si kishte Himmleri, më duket, Himmleri, i cili shkonte në moment që fillonte sulmi ndaj një shteti, këta ishin para sulmit, kishin arrit në destinacion, që ishin lozhat masonerisë. Dhe sekuestronin të gjitha dosjet për kacë. Dhe mas u sekuestruan gjitha dosjet e Europës masonerisë, kur erdhi Bashkimi Sovjetik, pati fatin, jo Amerika, po Bashkimi Sovjetik, që t'i gjente të gjitha në zonën lindore. Dhe sekuestroi të gjitha, dhe u dorëzuan, dhe për herë të parë u diskutuan të 89, kur muri Berlinit. U përdorën nga Stalini dhe nga Bashkimi Sovjetik për rekrutime, shërbime sekrete kudo, se kishte informacione mjaftueshme për shantazhe, për çdo gjë tjetër, edhe rrjetet gatshme. Dhe unë ta kam thënë dhe herë tjetër që luftën e dy botërore ka drejtuar Stalini, këta që gjithë kanë qenë kukulla. E ka fitu Stalini. E ka drejtu, është më shumë se ta fitosh. E ka drejtu dhe fitu, dhe ka përdorur të gjithë judet e Amerikës, të Anglisë për të kontrolluar Anglinë dhe Amerikën. I ka përdorur dhe ka dalë me dokumenta të gjithë. Morgenthau ka qenë në marrëveshje të plotë. Dexter i hodh nga balkoni, ai ratifikët i ra atak në zemër, sa u zbulu që ishte spion i Stalinit. Të gjithë ishin spion Stalinit. Sepse kishte dosje e sa të duash për të kontrolluar gjithë dynjan, nga vini nga masoneria. Tani, problemi është që masoneria në Francë sot ka marrë një goditje jetike, po që as filmat janë bërë aq bukur. Është një grup prej 20 vetash në gjyq për krim të organizuar vrasjesh me pagesë, shantazhesh, torturash nga një lozhë masonerie nga më të famshme në Francë. Ku të gjithë ekzekutorët janë specialistë shtetëror të vrasjeve, shtetëror të agent pra. Ke parasysh filmin, kush e mban mend filmin Jos Profesionisti. Brezim me Jean-Paul Belmondo, me një super muzikë të Ennio Morricones. Film ikon për brezin tim në Shqipëri, sepse nga të paktët super filma që arrinin të vinin në televizionet tona. Dhe ka pas një super muzikë. Jos Profesionisti ishte një agent i Francës që kishte vajt të vriste një president në një vend tuaj. Rrugës Franca dhe presidenti u morën vesh për biznes. Dhe e shesin Josin, më kupton, dhe Josin arreston presidenti afrikan. Dhe e fut në burg. E fut në burg aty atë, e trajtojnë keq, ai shpëton arratisët dhe vjen për t'u akmarr. Për të vrarë presidentin që kishin dhënë me evra. Tash ai po negocionte naftën, nuk e di çfarë pasurish, diamante, gjëra me Francën, dhe Franca donte ta shpëtonte. Por ky tash do akmerrë dhe kishte vajtë në Francë dhe talle me gjithë shërbimin inteligjencës franceze, derisa e vrau presidentin në sy të gjithëve. Dhe ata e vran, por ky e dini ç'do e vris. Problemi qëndron që ata kanë një pyetje para se ta vrasin Jean-Paul Belmondon. Në telefon atë gjithë. Ta vrasim ose vrasim, tash se ky e vrau. Po tash që u vra ky, u realizua objektivi i parë, që ishte ndryshuar, tash kishte një objektiv i dytë. Por objektivi i dytë rast se ky u vra, pra si do bëshim me presidentin e këtij vendi që është vrarë. Më kupton? Sa i tjetri mund të ishte kundër këtij apo jo? Dhe diskutimi që ata bëjnë lart. Dhe gjithë thonë nuk më e përgjegjësiu, nuk më e përgjegjësiu. Pra gjithë lanë duart. Apo jo? Derisa thotë njëri vriteni, që e morë e përgjegjësi. Shkojmë në Francë. Agjentët më të fortë Francës për vrasje politike, ushtarake, ishin rekrutuar në shërbimin shtetëror. Pra po shërben vendi tyre. Dhe Franca është vend i famshëm që ka shpikur fjalën në razon d'Etat për arsye shtetërore. Pra unë të vras dhe s'jap llogari. Dhe diun pse e bëj. Këto CIA, Mossad janë të reja këto, kupton logjikën me filozofinë franceze, të razon d'Etat me vra politikisht.
e kanë bërë francezët kurse ditë njëri ç'a ishte. Anglezët e kanë bërë gjithmonë. Anglezët kanë vrarë Jo. mbretërit e vetë burr. Gjë, po shohësh Mbretërit e vetë. librin e Dumas, Aleksandr Dumas. Tre musketierët, Po është me tre vëllime. tregon Po është. shërbimet Po. angleze dhe franceze. Ajo është me të vërtet vlla. Ajo është fiks për zotin unë, ai është film për mua. E kam lexuar në adoleshencë. Domethënë gënjeja mamën dhe babin që isha futesha në mësime, kam pas bibliotekën time, dhomën time dhe tek ajo dhoma e kompjuterit te tavolina e kompjuterit që është edhe ajo e tastierës ato të vjetra të mbajtman. Lija librat jashtëkollor që i lexoja që kur vinim kontrollonin apo punon apo s'po punon, po ka qenë film o vlla. Për mua ishe futesha atje, mbyllja syt. Kur thoshte ai D'Artagnani po fluturonte nga këtu atje, agenti anglez po vinte në pyet këtu atje, unë isha duke përfytyruar të gjithën. Aleksandr Dumas është fenomenal, Nëse kur të rritesh, do ta mësosh që Aleksandr Dumas ishte një shabat goim që mbrojti imazhin e tyre. Avokat, të lutem. Ti di çfarë është Konti Monte Cristos? Apologjia më e madhe e Rothschild. Po pse mbeti gjallë dhe botoi dhe u bë i suksesshëm? Kush të falte, po të kishte guxu. Nëse kthehemi ke argument. Momenti që shërbimet Është si puna e saj avokat. Mhm. Që themi neve kënga Dimëroj për mua është një nga këngët më të mira shqiptare. Pashka se Ardit Gjevbre nuk e ka qef asnjërin nga ne të dy. një sekond këngëtar e ditë kam gjuhën. Jo, kam fjalën. Jon për Këtë shumë po super tem këngë. pra vlla, këtë po Çfarë? tem. Një sekond. Un kam dëgju Boy George, kam dëgju George Michael, Ka Queen. mundësi të flas paga tash. Fare sekond. Po ka mundësi të flas paga. Po thoja të njëjtën gjë me ty burr. Nuk po të kundërshtoj, mos kundërshto veten. Nuk po kundërshtoj, po ta bëj si ke këngët, po Edhe po fuzë Eduard Trokiti. Edhe Aleksandr Dymaja mund të jetë çdo lloj gjoje. Vepra e tij është fenomenale. Edhe është Kaq. i adhuruar edhe për rinin, për shumë Konti Monte Cristos ngelet një nga kënaqësitë më të mëdha të adoleshencës. Kur ishim fëmijë 12-13 vjeç, lexojshim këto, shifshim filmin me seriu, ke parasysh quhesh e perl, quhesh e maj. Nëse sot kur plakët e robi, s'ke parasysh i shef gjithë gjërat nga e para, nëse. Me sy të ri bota shkretit e kanë treguar. Ne kur u zgjua, ke parasysh i moshë e re. Mos, shkela. Hajde më. E më qësën. Po ja. Hajde më. DMK-n e përshëndesim, është talent DMK-ja. Respekt. Çun fieri hipopist është gjigant valla. Është shumë fenomenal tek ato tekstet e veta. Tani marrim rastet e Francës me gjyqin. Në Francë del që ekspertët shtetëror për vrasje, pra vrasjet e shtetit, janë përdorur si vrasje me pagesë nga një lozhë masonerie për qëllime biznesi dhe qëllime mafiose. Po, Pas kishin vrarë pas kërkishin. para pak kohësh një nga kampionët e Formula 1-s. Për shkak një borxhi. Kom. Ku dëgjon kur ka pa dhe Formula 1. Unë s'di ç'a makina e hypi. Kush ka vdekur Andrea nga Formula 1? E ndjek S'ka ti? nga ta di, Andrea kërkoi me search. Jo, Jo. Schumacheri është u vranë Francez Andrea. Kërko për gjyqin të latu emri atit. Na e thën publiku se kanë ndjekur Po. disa. Këta kishin vrarë dynjan. I ka policia rastësisht për shkak se kur vatëm e vraj grup, si agent e Mossadit, gjë tash i batutën. Si agent, pra për ta vrarë këtë gruan i kishte dhënë urdhër. Nani lekët, po do vrisni këtë se kjo është agente shumë e rrezikshme e Mossadit. Dhe ta shumë e vrarë të gruan. E Mossadit, gjithsesi e Mossadit fare. E kujt ishte avokat? Ai s'kishte di fare me asi punë, kishte punë biznesi. Ayrton Senna, po Ayrton Senna ka vdekur 92-shin e 93-shin. Kush? Hubert se njoh këtë tipin. Tani, koncepti ishte që këta kishin vrarë rob, sepse shteti francez u kishte thënë janë armiq të rrezikshëm të Francës. Po. Dhe këta kishin vrarë, kishin marrë dhe lekët. Njeriu që jepte urdhër, Andrea, po ne pas kam pa korrent laptopin, Andrea. Hajde Andrea, gjej zgjidhjen, futu. Mos e ke problem të kalosh. Ty ka dalë emri ke konga, tu uzi me bibin. Andrea, ta kena heshtur. shkreti Andrea. Dhe po thoja që Imagjino të ishe edhe përzhde. Do bëj edhe përzhde Andrea të parve që do na vrisë ishim ne dy vëlla.
Tani, ku ishte Gallata këtë histori? Gallata ishte që personi i lozhës franceze të masonerisë. Ky është Andrea dashur miq. Ky është Andrea se ka turp dali. Duke se Media. të priza aty ende, kemë që me kthes në jo. Të gjitha ndodhin në podcastin ton. Të gjitha ndodhin në podcastin Kjo po ton. më duket e mirë për ta montuar kjo për inteligjencë artificiale. Po pra, duke i lidh kablat. E ka bibit. çuar Rama, si doktor spitali psikiatrik edhe dy pacientët e detyruar të bëjnë po. Ë? Rregulluava ti Andrea, bravo. Bravo. Je më i miri. Allah Andrea, Je vërtet. më i miri vëlla. Me zor po e shifja se kisha pas syze. Jepi. Dhe po thoja, kamera nuk është mirë, jemi në cep ti e ke qoshe duke rake muri, unë mu po mbi porzohem tek kjo kamera Andrea. të ekstremët. Andrea, eladore. Eladore Andrea. Na rregullo kamerën. Na rregullo kamerën Andrea. Shikoj për ekrani. Po. E kundërta. E kundërta. Jo më shty Andre, vetëm lëvizje e rrotullo kamerën. Aty. Je më i miri kur Jo Andrea, jo. je më i Shikoj- miri kur s'ka tjetër Andrea. Edhe pak. Kapi edhe shpinën në shpendit, se ke hapësirë ke unë. Ma kap pak shpinën luta. Gjë se kriza e hormuzit nuk ka më vazeli. Po. Andrea dhe herë, edhe i çik Andrea, shikohet. Edhe i çik. Ashtu morën edhe mua të Vodafone-it atë, po të mbaron kontrata. E ma bën dhe mua. Po të mbaron kontrata. Po, Po si ta shpinët. rinovosh. E tash duhet ta rinovoj tash, po çka ka kjo logjik, kështu që unë kam numër pune këtë për aq kohë sa e kam marrë me kontratë, e vetmja mënyrë që mund të përfundoj është të jap punë ty sinjal që dua ta mbyll vëlla. Jo ti vazhdo rinovoje për aq kohë sa ashtu. E po ti se morëve të ka rrit çmimin prandaj. Jo, po unë arrita një Thot, dill me nuk e atë. ke më këtë kontratë, kish E kontratë. arrita një dill, hëngra unë, erën e kaluar. Tani pyetën direkte. Ka ndonjë rritje tjetër se kam nisur me 18 vajte 20 vajte 22. Po. Apo ngushtica e hormuzit. Po jo zotërice. Ajo është këta shi call Jo, center. kam 2 numra tash me kontratë. Lutem bëj një ofertë për mua. Nuk duhet e di fare çfarë bëni me tjerët. Do të cilin një ofertë më të shtrenjtë se ç'ke. S'ka gjë avokat. Neve kemi tru Numri është joti, podcastin. mos harro, nuk është i tyre. Numri është joti. Ne kemi tru podcastin që i godasim që këtu vlla. E na vi numra falas pastaj na merr vetëm mbyll gojën. Tani- Ore, lajka se lat nama 681 veta 309 lajka. Lex çoni. Satanajin e doni, se e mbani. A kupton? Sa e ke? Ik. Regjistrime s'po bëni, superçate jo. Subvencionime këtu jo. Sponsora nuk sillni. Po nuk bëni as like, s'ju vjen zor. Ja kput njoni flamuri i Rusisë te krahu jot. Edhe un po mendoja ku kam un flamur Rusia. Është portokalli o vlla. Stop. Me qam Francë. 11 vjeç. Po. Shkollë 8 vjeçare. Kisha qenë vizatoja. Talent zero, po kënaqësi pafund. Po. Si për muzikën avokat. Po. Ke dashuri pafund për muzikën, po talentin e ke zero. Je talenti për të kënduar. E kam zero. Për tira veglave. Për prodhu muzikë në Vjenanash më të gjithë tjerët. Më ka thonë DJ Sardi që ke një këngë nga Flamur Shehu, e ke një kompozicion vetëm për ty. Bëj tekstin. S'kuptova asgjë. DJ Sardi është djali Po, i Flamur Shehut. Po e di. Edhe unë e kam shumë mik. Po. Edhe jam taku. Po. Ta jam ndjek me avokatin ta, Po, bravo po. ju qoftë të gjitha me Po. radhë. Thuaj avokatit që ka një kolon zanore origjinale të montuar vetëm për avokatin, dhurat nga Flamur Shehu. Çfarë thua ti ore? Për zotin. Wo çam rregullie. S'un për tek se vuj. Jo, kolonës zanore. Tekstin do ta bësh vet. Ah, të bëj tekstin. Tekstin bëj vetave me ChatGPT, çka ke? Kolonës zanore e bësh. Me tekst me ChatGPT. Ky të rrëzon Izraeli me ChatGPT o Andrea, Jo, kuptoni çfarë thotë, nuk bëj të tekst. Jo, një sekond. Unë nuk mund të bëj tekst për me emrin tim. Mund t'i çoj atit një tekst gatshëm nga Tekst par. s'mund të abuzoj me emrin tim. Të e bëra unë, po ku ti e bën tekst? Atë bën ChatGPT-ja. Ka be çik tash. Johnny Kominat. Të qeshur në avokatit do ta vë si zile telefoni. Perla, vlla. Perla. Një pyetje këne do të Sardonico, ma ka konstruuar një italian i kinemas. Një pyetje këte thot çfarë pini që deni papir.
Ky është Ky është talenti. ky është talenti vëlla, duhet të hedhë shumë para që të kuptosh atë lloj talenti se. Njerëzit marrin drogë se s'kan gjendje të prodhojnë Janë adrenalinë minuta e tyre. jete o shoku. Janë minuta jete për të arritur deri këtu. Është si puna e orgazmës pa u prekur, që e përdorin vetëm ata që kanë mendje të fortë. Ora, me sy që shoh fundin është akoma 10:34. E kemi kujdes. kaluar ata. Ja, Jo, jo. 12. Orgazma? Jo, to terma ka bëhet tash 12 e sipër, le tash. Kemi bërë marrëveshje vëlla, kemi dhe publik familjar. Kanali i Hormuzit thot. Nuk është kanali i Hormuzit, është ngushtica e Hormuzit vëlla. E drejt, ngushtica e Hormuzit. Gjiri Persik, ngushtica e Hormuzit. kanali I Panamas, i po. Panamas tash, i Suezit. I Suezit. Domethënë është Gjiri Persik, Gjiri Gjoksi, kanali, gypi dhe ngushtica. Është ngushtë. Ka të treja aty. Po prit më vi ora 12 të marrojmë bjerë. Se kena kohë. Tani, në logjikën time, ky gjyqi francez po tregon një skem që është vetëm maja e icebergut të shoqërive masonerike në Europë. Po. Dhe në këtë gjyq, personi kryesor që ka dhënë gjithë arkitektit, gjithë skenarëve, kush e di ç'kan bërë. Ne dim ato që janë kapur, kupton? Kush di ç'kan bërë. Jo tani. Në këto dekada Po. flasim. Tregon një gjë shumë interesante. Mbas ai kuptohet, vrau veten dhe shpëtoi dhe si punon mirë truri, ke për këto skemat që ne kemi ka përcyer 1 milion herë në për filma, në për realitetet, në për gazetet, në për gjëra. Tani ata po gjykohen për këtë pyetje. A e din apo se dinin? Ata kanë shkuar dhe janë dorëzu, se i kanë kap pa dashje në një kamerë. Kanë arrestuar njërin, ora po ti çdo këtu po unë jam i shërbim. Kujt shërbimi e tij? Shtetërore, ç'është shtetërore? Hajde këtu ti. Ka njëri ka, ti ka thonë, ora ka marrë me vra me urdhë të shtetit unë, e kupton se ka folur me konfidentët e nivelet më të larta të sigurisë. Çi do vrash të shtimin? Duhet me vra këtë agjenta e Izraelit që është filani të Mossadit. Ora jeni vetë ti thotë. Po. Mossadit jemi neve. Ai në metro ti. Ora, kjo që po them është e vërtetë, ore. Kështu fiks ka funksionuar linjarja. E di pse e besoj që është e vërtet avokat. Ne kemi gjithë media tash. Se është mediokre. Është pikërisht pra, s'është banale. Është banale, prandaj besoj që është e vërtet. Pra është aksidentale, e gjithë ngjarja. Dhe ai thot, po jo më vëlla, se unë jam me unë s'jam vetëm, jam edhe me këtë. Po s'kena vrarë vetëm, kena vrarë edhe të tjerë, thot ai, kë vrarë filon. Ore, kë keni vrarë ju, i thot në emër tim, kupton ti shefi, mo. Ore, në emër tat kom vrarë filanin. Ore, ai në vetë ju punemi të Mossadit vetë, si do priskim në Mossadit. Ne zbuluar gjithë rrjeti, kupton? Tash që ka filluar sa kështap loja. Mashme. Po kjo është shoqëria e masonerisë. Prandaj edhe unë jam totalisht kundër ekzistencës së masonerisë. Masoneria do thot fshetësia, po. Fshetësia ka qenë shumë e ndershme para rënjeve të regjimeve që nuk pranojnë opozitë. Po. Sepse vetëm mënyrë për të bërë opozitë është masoneria. Po. Franca është full option me histori të tilla. Edhe me filma, edhe me libra, edhe me aspekte historike. Masoneria në një sistem demokratik në sensin e ekzistencës së opozitës është vëmendari terroriste. Sepse përdor armë për të friksuar njerëzit, është organizatë ushtarake e tipit jo terrorist, po subversiv. Pra masoneria ka gjithë të këqijat e kësaj bote, nëse është e fshehtë. Dhe ka të gjitha të mirat e kësaj bote, nëse është e hapur. Pse i ka të gjitha të këqijat? Sepse çfarë spretin ata? E dyta ata shkelin ligjin në themel të konceptit ligjor, që shteti. Shteti nuk mund të jetë një vend ku ka një grup njerëzish të fshehur midis brenda zyrtarëve të shtetit që bashkëpunojnë në mënyrë sekrete për ndihmuar njëri tjetrin. Po. Kjo prodhon gjithçka, edhe vrasje masive, edhe vrasje specifike, edhe korrupsion se do mbrosh njëri tjetrin, vllazërin. Apo kur është e hapur, ti e konflikt interesi, se shohin e lexojnë njerëz apo jo. Pra ti, nëse do të mbrosh një shok, do japësh dorëheqje nga puna. Po. Gjykatësi, antar i masonerisë. Avokati antar i masonerisë. Më fali sekond, kë do mbrojë gjykatësi, ligjin apo masonerinë? Masonerinë. Po. Është ti di si bëhet betimi. Pse ato ritualet? Ja, të gjitha ritualet, dihet ç'a janë. Me ato tatyre të asaj. Nëse. Koncepti pra është që për të prodhuar një veprimtari të organizuar ka shumë mjete. Shkojmë në rasti shqiptar, në Mans. Nuk ju referova kot atij gjyqit. Është shumë e thjeshtë vëlla. Me 3 veta mbrosh punë. Po. Dhe të 3 iranian. Apo ja. Po. Pra Shqipëria sot nga mund të vi një sulm terrorist iranian, do të jenë iranian. Do të dinë ku bëjnë dëm,
Po. Dhe duhet të ketë mjete të duhura të propagandës për të prodhuar spektakle të duhur. Po. Kush i ka këto? Ne i dim. Ata e kanë. A i kanë mjetet? A i kanë mundësit? A e kanë dhe konsensusin politik shtetëror? Është Edi Rama. Plus, kush e ka marrë ministrinë e mbrojtjes? Ata. Kush ka marrë ministrinë e drejtësisë? Ata. Kush ka marrë ministrinë e brendshme? Ata. Kush ka marrë ministrinë e jashtme? Ata. 4 bazat për të prodhuar kontekstin e duhur të një sulmi terrorist iranian në Shqipëri. Po. Që e bëjnë po ata. Po. Pra, iku e para që ishte historia e John Bolton, erdhëm ke historia këtu, kanë shpat qeveri. Pra kanë thënë Iranit, falë se ngatron. I kanë thënë Iranit, ja të kësh armiku juaj, më gjuani mua, apo ja. Pyetja është, a do guxojnë ta bënin pa Ramën dhe pa Izraelin? Kurr. S'ka mundësi. E para se pa marrëveshje me qeverinë shqiptare i përzejnë. Vajti policia për ca kompjutera, kupton logjikën. Pa Izraelin ata s'kan bukë me hëngër? Apo ja? Ti e di si funksionon skema? Pra ne kemi të bëjmë me një konsensus Rama Mossad, e them Mossadin sepse nuk merret qeveria zyrtarisht me këto gjëra. Ka gjithmonë shërbime inteligjente që këto gjëra. Me Manzën për të prodhuar ata qeverinë opozitare iraniane në kohë lufte, që quhet qeveri armiqësore lufte apo. Pra gjithë operacioni i shpalljes së qeverisë në Shqipëri, në tjerë, në Manz, se aty është shpall. Është një projekt që nuk mund të funksionojë as si deklaratë për shtyp pa konsensusin e Edi Ramës dhe të Izraelit, pra të Mossadit të rast. Po. Pra ne kemi të gjitha armët për të argumentuar që kemi një mozaik që prodhon nevojën për një sulm terrorist. Pra, po plotësohet pastaj, tash ngjet vetëm sulmi. Apo? Po. Si bëhet sulmi? Me iranian. Po. Ku i gjejmë iranianët? I gjejnë ata. Po. S'kem se lodhemi ne. Asnjë gjurmë. Më kuptove logjikën. Pra çështja është kush do prodhojë një sulm terrorist në Shqipëri. Nuk është më kjo çështje shkollaj. Gjenden me njëherë iranianët e dur. Pra kur shohim surretër iranianësh, do të mendojmë Rama, Mossad, Manz. Po mira, do kishin interes që ti dilte kjo lloj gjoje vëlla, sepse ata e dinë që në opinionin publik neve do dilnim dhe do flisnim. Pra do ta relativizonim. Ne jo vetëm ne të dy. Po çfarë po bëjmë ne dy tash? Ka dhe të tjerë që Sikon çfarë po bëjmë ne dy tash? Ka dhe të tjerë që flasin, apo. Prit. Adrian Goxhi, nga të parë. Ne që po flasim, po i ngrem koston. Pikërisht për ata e dinë shumë mirë këtë. Jo, nuk e dishi pa e bër. Kur e bën, e mësojnë. Po e mësojnë sot. Ne në këtë format, skenarët. E kuptove logjikën. Po jo, e kam fjalën ata e dinin shumë mirë që do kishte reagim. Po punë e madhe, 5 veta do flasin punë e madhe. Jo, ne sot po bëjmë gjë tjetër. Ne po tregojmë skenarët si do e bëjnë. E ke parasysh çfarë thanë për drejtorin e policisë Tiranë? Po. Të Shqipërisë? Unë nxora 1 mars që Belinda ka hequr qafë atë dhe do vej këtë. 1 mars. 31 mars u caktuaj që thash unë. Po çaj lidhte argumentin tim me çështën Belinda. Pra kur ajo vua ty tash gjithë dinë që është i Belindës. Ky është halli që ka pasur ai, pra u shqetësu shumë nga ai. Se ka pyet Wilsonin. I kanë hyrë mik Wilsonit, gazetar të njohur shqiptar të rubrikës së Zez që ti thonë Altinit i shtatit, kujt unë ai status. Unë mund të kem bënë status idiot dhe se kam heq dot nga turpi se e hoqa. Unë se kur. Më kupton logjikën. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron që ne sot po i rrisim koston një facflagu. Siç ka bërë Goxhi, kur tha atëherë që duhet me pas frikë para 2 ditësh, mos na bëni facflag këtë. Te ky emision, te ky podcast, kena i muj që themi. Që ditën që filloi Rama lojën. Dhe ne kena një vit që flasim për facflaget e Izraelit, që fytyra e historisë. Tani ne kemi të bëjmë me një moment kur i kemi të gjithë gjurmët, të gjithë thërrimet e bukës në pyll për të shkuar dhe për gjithu dalin, apo ja? Po. Tani si zgjidhet kjo punë? Ka 2 forma të aktit terrorist. Manca, që do thot ndaj atyre armikut tyre, apo ndaj Shqipërisë, që mund të jetë një bazë ushtarake, se s'kemi as amerikanë si gjë ndaj bazë. Ke parasysh etj. Dhe ky kontekst për çdo ekspert të shërbimeve inteligjente, kur bëjmë ne dy mendoni që bën ai që e ka për detyrë me gjithë mjetet, që e duhet ta prodhojë dhe kur s'ka, që të ketë skenarët gati etj. Kuptohet që ambasadë amerikane, CIA, shërbimet e sigurisë Amerikës, kanë arsye të forta të thonë që këtu do ketë sulm terrorist. Pse? Sepse ata nuk po thonë
absolutisht që po e bën filani apo filani. Po që Shqipëria në këtë çast është në rrezik. Unë e shoh edhe si një gjutë koduar që ne po ju monitorojmë. Po. Atyre që mund ta bëjnë. Po. Mund ta marrësh në shumë aspekte këtë. Po, dhe Rama ç'a bëri sot? Relativizoi. Ama se s'na ndodhi gjë. Sherrin parlament, ke parasysh? Kur ambasada dhe e thot, ku gjën kucimin na thotë relativizoi. Për kë ishte ky mesazh? Për Iranin? Për Rama vet. Bukur. Po hym tem. Kush është pala më interesuar në botë që kjo të ndodhi? Marrim rastin e Iranit. Çfarë interesi ka Irani që kjo të ndodhi? Si do të arriste figurën e Iranit? Asnjë interes. Përkundrazi. Interes. Përkundrazi. Do shkonte kështu. Po. Si do shkonte për Izraelin kjo kështu? Ua, sa mirë. Po. Pra kemi dy palë. Të interesuarën, pa interesuarën. Po. Irani, po të dojë të bëjë kështu veprimesh në përbot, ka boll iranian që hedhin erë çdo ambasadë, që hedhin erë çdo lloj godine, çdo lloj gjoje. Në gjithë botën, kur të dojë. Njerëz besni, po ti shef si vriten vet. Ai zgjidhet komandant që të vritet. Ai di që do vritet, me gjithë shpinën e vet. Pra ti nuk i mungojnë burime njerëzore për ta djegur gjithë botën, apo jo? Po. Në këtë formë. Po. Pra Irani nuk mund të ketë prioritet të jetës vet Shqipërinë. Po. 2. Aspekti ushtarak është tjetër gjë. Raketa, dron, apo jo? Ka shanse të vinë raketa e dron deri në Shqipëri me kalu gjithë ato male e fusha. Ka qenë një skeç me Zev Dede që më kujtohet gjithmonë, kalova 7 gropa me llaç, 7 gropa me ujë, 7 kodra me llaç. Tu ishte boj cop i lagur etj. E ka një brezim si. Po ku vje do droni dhe raketa dëm Shqipëni, sa do e shpejt, sa do e sofistikuar të jetë. Po do kaloj, kush e di se sa detre, e sa male, e sa shtete për të ardhur deri në Shqipëni. Edhe ngeli Shqipënia prioriteti i madh. Pra në aspektin ushtarak, Irani ka 100 objektiva që të bësen, mendoj 100 objektiva që prap Shqipërisë nuk i vjen radhë. Më kupton, ne nuk na bie kur radha për objektiv raketash dhe dronësh. Zero. Edhe në qoftë se do, domethënë ta marrim tash skenarin tjetër, edhe në qoftë se do donin të eliminonin Mekun, nuk do ta eliminonin në një lloj forme të tillë që do linin shumë gjurmë bombardimesh, por do ta bënin me, si thëmun ty, me çakej, në thonjza. Pra përjashtojmë bombardimin. Po, hiq Se kështu bombardimin. bëhet argumenti. Po. Fokusohemi, Pra targetohemi. heqim bombardimin, do nxirrte çaket, do Pra, nxirte civilet, raketa s'ka, dron s'ka, çangelet? infiltruarit, Bukur. që do t'i vrasin nga mrena. Bukur. Tani pyetja është, një goditje që do bënte Irani në Mans, Po, a do ishte sulm në një territor sovran të një shteti antar të NATO-s? absolutisht po. A ka të bëjë me nenin 5? Ka të bëjë me nenin 5 dhe 4, po Irani nuk është shteta që idiot sa të provokojnë Më NATO. fal, çai thot spanjollëve? Jeni miqë. Antari NATO-s apo? Po. Pra, Irani do t'i thoshte spanjollëve hajtë bëjmë luftë pastaj. Biles edhe Amerikës i ka thënë ti largo se nuk është lufta jote. Jo, i sekond, marrim Spanjë që të bëjmë nenin 5. Po. Në qoftë se Spanja kalon aty, në qoftë se Spanja antare NATO-s, me aktivizimin në Shqipëri të nenit 5, në atë moment Irani do ishte në luftë me Spanjën. Po. Po e ka fajin Irani, se ka Spanja. Po. Apo jo? Po. Po fal, çfarë liberti ka Irani që ti thot botës që un jam Po luftë pse me për Spanjën? shkakun, pse mendoni se ka munguar një false flag për të goditur anijet spanjolle në ngushticën e Është Hormuzit? shumë e thjeshtë. Po shtetet me nder si e jona, mund të bësh sa duash të kështu qërash. E njeh Spanjën? Tash Spanja ka histori ushtarake, luftrash. Po. Spanja është vend lufte. Spanja është perandori, ka një kapacitet të lartë ushtarak, historik, ka qenë diktaturë ushtarake. Po. E Për Frankon, di- general Bukur. Frankon. Por, dhe mbi të gjitha Spanja është një vend që nuk është vend pa peshë në botën arabe, për shkak të pozicionit gjeografik dhe të historisë. Po. Dhe Spanja dhe Irani sot konsiderohen dy vende në simpati. Populli spanjoll është një nga popujt më anti-Izrael në botë, në Europë numër 1. Po, sepse janë Në Europë numër një. janë sefraditët atje dhe Po ka edhe arsye, kjo ka ashkenazëve. jo, ka histori, ka një arsye dhe më të madhe me spanjollët. Edhe në aspektin e racës, gjakut, e shumë aspekteve tjera, por mbi të gjitha që është fakt i vërtetuar, populli spanjoll i dikt se kush janë. Ndryshe nga popujt e tjerë. Sepse nuk është i tredhur. Ta ndajmë çik këtë gjë. Spanja s'ka humbur në luftë. Po. Gjermania ka qenë pushtume.
Kjo nga viti 44, 45 deri sot. Me pauze. Kush e ka pushtuar në Spanjën? Skush. Biles Vetëm Franca në kohën Spanja. e Napoleonit. Spanja, vetëm Franca dhe e ka, do thënë, e ka zbritur nga froni si perandoria e detrave Tjetër gjë. Elizabeta e parë. Kush e ka pushtuar? Asnjëherë, vetëm Napoleoni. Prit pra, para 200 vjetësh. Po dhe Napoleoni ka Po qenë para 200 vjetësh. Po ka qenë gangster Napoleoni, Po se para 200 Napoleoni ka vjetësh. qenë Napoleon, o vlla. Po para 200 vjetësh. Po, Po këto 200 vjet e ka pushtuar njëri Spanja? ja. Shifi që këta tjerët. Ju kështu. S'quhe fare. Franca si tapet gjerman. Apo ja. Po, ja. Gjermania si tapet anglo-amerikan dhe rus. Anglia s'është pushtuar. Po. Apo ja. Tani pyetja është, kush do ishte logjika e një sulmi ndaj NATO-s e Iranit, që është ëndra e Izraelit? Po, Ajo tha, këta kanë 4000 kilometra, du të angazhohet gjithë NATO-ja, apo ja. po. Që të godiste me raketa apo me akte terroriste Shqipërinë, një vend antar të NATO-s. Irani jo. Izraeli po. Ç'është deklarata ka bërë Glau Konjufca Jepi. para një ore. Kosova mbështet lirinë e lundrimit dhe sigurinë ndërkombëtare në ngushticën e Hormuzit. Edhe thot Velçani, Petrefi, që ne kemi lënë na me Velçanin, me Petrefin, Këtë javë. se Këtë javë. i kemi premtuar që do vemi atje dhe si kemi Ke vajtur. Petrefi këtë javë. Ja pra, po, Nesër organizohet. shumë bukur. Se ti i qanë pjesë në organizim. Unë ma thith më çon mesazh. Ja një deklaratë diplomatike, jo si lëpirësit tanë që flasin sigurimi qendra e botës. Nuk Petref, mund të krahasosh. Përshëndetje Nuk vlla, mund- do të vim të javë, do të Nuk marrë mund të nesër telefon. krahasosh cili ndo nivel të Kosovës, cili ndo partitë Kosovës me lëpirin e Shqipërisë. Nuk mund ta krahasosh. Edhe partia më copsop e Kosovës ka më dinjitet se lëpirësit e Tiranës. Po, Ka përcej këtë temë, shkojmë këtë tema tjetër. shumë bukur. Në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, kjo është e konfirmuar, kjo e që sapo ka thënë miku jon Velçani. Tani rrim ke argumenti kush do ishte interesi i Iranit për një sulm në Shqipëri. Mua më del që Irani humbet nuk fiton. Dikush na e shpjegoi se si fiton. Ma kuptove logjikën. Si fiton? Po s'fiton pra. Nuk ka shanse të fitoj. Iran duke sulmuar Shqipërinë në çdo lloj forme. Me çakej, me dron apo me raketa. Këto raketë dron përjashtohen teknikisht. Ma kupton logjikën. Po. Atëherë ngelet një sulm me kamikaz, me një bombë shpërthyese, me një makinë shpërthyese apo jo. E kuptove ku e kam? Kush e ka tradit të punë? Shërbimet e Mossadit që merren me palë të vogla lokale ku do në botë. Ata? Ata, Vlla, që ke- ata, është kodi jona, vlla. fiks, ata, Ata, vlla, s'ke pse ata, bukur. të përdorësh fjalë kundër vetes nesër. Ata, Kundër vetes, po që s'mandje. ata vlla. Okej, ata. Ata vlla. Ata. Ata. Edhe juve na dërgoni ato, të ati. Që është krijesa ati. Nuk vazhdojmë. Edhe ju na dërgoni ato të atyre Ke lindur për të që janë të ati. ke lindur, S'ke parë gjë akoma. jo, ke lindur me atë filozofinë që kanë amerikanët. E kanë si shprehje ata, që e quajnë kështu, kompliment madh që i bën një studenti. Ti je seller, ti do ecësh përpara njët. Ke pra e kanë kështu si profesori kur ja thot studentit të, sigur i ka dhënë dekorat në mes të universitetit. Tani rrin ke argumenti. E more vesh Lefter. Profesor Lefteri që më të që s'do bëhesha 18 vjeç. Ha, se isha arrogant kundrejt te. Ku je tash më pensionist? Ku je më tash? Ku e do autografi më? Mor profesor. Tani, koncepti im është në momentin që ne bëjmë bilanc, bëjmë llogari, sepse emocionet futen kur plas terrori. Para terrorit duhet të jesh i zgjuar, që të japësh skenaret racional në mënyrë që po të duan ta bëjnë, të jetë diskredituar. Kjo quhet rritja e kostos. Vlera e një falsflagu është fsheja. Po, Kur ti ja bën lakuriç, nuk ndodh falsflagu. po. Pra, kur ne argumentojmë këtë temë, ne po argumentojmë sepse s'do ta bëjnë. Po. Jo pse ta bëjnë. Se s'do e hajmë më njeri. Të gjithë ideja. Dhe në një pikpamje tjetër që është akoma dhe më e rëndësishme, duke parë infrastrukturën e Shqipërisë, mënyrën se e kemi ne kemi problem dhe më të madh akoma. Ja e se më godit. Manza, po themi. Po. Kush vjen Manz? Para ushtarak. Po. Ekspert çfarë gjë janë?
Të kibernetikës. Jo, more, jo, ekspert minash. Ekspert bomjesh. Ekspert C4, C3, C2, C1 çfarë dush ti vlla? C100. Po. Janë sabotator të trajnuar gjithë jetës. Pra këtë bësh me një grup që i ka gjitha kapacitetet për kace, për të prodhuar çdo lloj situate. Ka pas qenë Kasturt Miftari shkret ndjes pas, bëri një analizë një ditë që sa harrohet kur erdhën. Po. Ju e kuptoni do të thotë sa forca policore ka Shqipëria, tha, sa forca ushtarake, sa kështu. Ata tha me një urdhë për një ditë e pushtojnë Shqipërinë kur duan, tha me këtë kapacitet policë ushtare që kemi ne. Se të janë specialistë dhe janë numra mjaftueshëm për ta bërë gjë të tillë. Mjaftën kapin këtë. Bëri një skenar shumë të bukur. E kuptoni çka kena bëu vetes tonë. Nesër ndryshon bota, tha. Nesër ndryshojnë gjeopolitika, ndryshojnë strukturat, ndryshojnë aleancat, ndryshojnë gjërat. Këta s'kan ku të shkojnë. Këta kur duan e pushtojnë Shqipërinë, ta prisë 4 orë. Ka bëj analizë atëherë të jashtëzakonshme. Koncepti është që shpallja e qeverisë hije Tiranit në Tiranë, në Mans, që është bërë, duhet me një herë të ketë reagim zyrtar, të organizuar, të shtetit shqiptar dhe të ndalohet siç, sepse kjo është përgatitje e terrenit për të prodhuar çdo lloj fals flagu. Ma kuptove logjikën. Unë nuk e di kush është qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, një ambasadës amerikane ndaj deklaratës së shpalljes së qeverisë në Mans, por di këtë gjë do ta them me siguri plot. Nuk ekziston asnjë gjurmë në departamentin e shtetit, në deklaratën e zyrtarëve amerikanë, dhe këtë e kam kontrolluar dje, që të thuhet në ndonjë vend që e njohin, e konsiderojnë, apo e kanë në referencë qëndrimin e tyre në Mans në lidhje me një qeveri opozitare. Po këta nxorën palavin vëlla. Jo vetëm kaq, jo vetëm. Nuk ekziston asnjë gjurmë në nivelin shtetëror flas që të jenë referuar edhe si histori këtij fakti. Shpallja e qeverisë. Është thjesht informacion mediatik që vjen nga burime të ndryshme. Pra, koncepti është akti terrorist i planifikuar, i ka të gjitha kushtet për të ndodhur. Po. Kjo është deklarata e ambasadës amerikane atje. Që pyesin njerëzit. Akti terrorist i ka të gjitha kushtet për të ndodhur. Po, këto që thash unë sot. E kuptove logjikën. Shqipëria rrezikon pse? Sepse kjo deklaratë që ka bërë ambasada amerikane lidhet para punës me detyrimin që ka ambasada e Shteteve Amerikanë në Shqipëri. Se nuk është më qeveria e Obamës as e Bidenit në raport me jetën e Shteteve Amerikanë. Ka ndryshuar loja. Po të shohësh në kohën e këtyre mund t'i bëjë shumë gjëra Shteteve Amerikanë në Shqipëri. Vetëm para pak kohësh fitoi gjyqin kundër Shqipërisë një biznes amerikan që shteti shqiptar i kishte prish kontratën se ishte kryetari i Partisë Republikane amerikane në Shqipëri. Ektat Soros, Buribuj, një $20 milion. Rama me firmë, ja hoqi atit biznes. Ai fitoi një gjykatë ndërkombëtare, arbitrazh. Qeverisë janë bllokuar lekët në Amerikë. Pra koncepti është që deklarata e ambasadës amerikane është shumë korrekte. Problemi që ndron që unë besoj që Kurthi, ja sa deklaratë që qëndrimi i Ramës sot, që ëngër. Ai sot tha, ama se s'ka gjë. Tani, qoftë ata thonë ka, dhe ti thu s'ka, pas në kap me preshëndor vëlla. Ma kuptove logjikën? Në që ata thonë ka, po, dhe ky do thot ka. Ma kuptove logjikën? Unë mendoj se ky po bën diçka tjetër vëlla. Nga që është ngritur në perceptimin publik nga gjithë neve që jemi kundër ti, që këtij duhet një shpërthim sepse është në fund fare. Jo, shpend, vetëm nga net është bërë. Ky tani 4-5 veta jemi. Ky tani po vëlla, neve jemi 4-5 veta, po nuk jemi pa audiencë. Jo, se kisha audiencë. Ne jemi të rrezikshëm se kemi influencë. Jo, se kisha audiencë, e kisha diku tjetër. Ai ka të gjithë me vete vëlla. Sali Berishën. Gati për akte terroriste. Po. Pra, po të shohësh, ai kontrollon prodhimin e ngjarjes dhe sot që ka thënë në parlament që nuk rrezikojmë, se këtu është sekreti, dhe presidenti tha të pyesi Ramën çfarë do më thotë i zoti punës, se unë çaj jam, kamarier jam i shkreti. Pse më pyesni mua për sigurinë? Ke parasysh? Këtu problemi është që këtu problemi është që Rama kur tha nuk ka, për mendimin tim ka marrë një goditje pa ka thënë atë laf. Do ta bësh. Jo më s'do bëjmë gjë. E kuptove logjikën. Po. Për shkak të një shpulle që ka marrë dje. Kjo shpulla nuk ka marrë shpullë Rama dje sipas te.
Për mua deklarata mbas amerikanë shpunda e Edi Ramës. Elaboroje pak të lutem se njerëzit nuk e kuptojnë. Kemi dy komandantë ushtrie në linjën e mesme. Pa. Donald Trump dhe Bibi Netanyahu. Pa. Kanë dy ushtri. Janë aleancë për të luftuar me Iranin. Pa. Sa vështirë është të gjesh të gjitha burimet e duhura, që kanë dy strategji të ndryshme, dy agjenda ndryshme, dy qëllime të ndryshme. Trump po kërkon se s'bën gjë një pretekst për të ndaluar situata. Bibi ta deklaroi postdiedhe sot dhe vazhdon për ditë, as kam ndërmend ta ndaloj, do ta vazhdoj thotë. Po. Kemi dy ushtri, dy agjenda të ndryshme, dy qëllime të ndryshme. Kemi Izraelin dhe Amerikën në Shqipëri. Po. Kanë dy agjenda të ndryshme. Mamë Shteti Bektashi. Po. Sa erdhi Donald Trump u zhduk nga qarkullimi. Sa filloi lufta në Iran, doli Baba Mondi na e kujtoi që paska prapë Shteti Bektashi. Apo. Po. Kush e urdhën Baba Mondi? Nuk e di. Ata që i rregullojnë godinën, ushtarët e IFD-s, në figurative. Kush e ka prodhuar Shteti Bektashi? Shërbimi i inteligencës izraelite. Koncepti pra është që kemi dy agjenda ndryshme në Tiranë, dy agjenda ndryshme në Teheran. Të Amerikë, Izrael. Njerëzit thonë Trumpi është klyshi Bibit e tjerë. Mund të ketë shumë faktorë që ndikojnë te ky perceptim, por askush mund të thonë që kanë një agjendë, kanë dy agjenda njëkohshme. Secili lufton për agjendën e vet. Trump do të shpëtojë nga ky kurth. Se e di që po zhytet. Dhe s'ka alternativë. Irani ka mjaftuar shumë rezerva që ta vazhdojë atë punë që ka nisë. Po. Izraeli do ta shohim flak linjën e mesme, më fal për shprehin, edhe vetë bythën e Izraelit. E prishë goja tash. Që do thot ku dun me ditë ta. A kemi bën një parim o ti avokat? Falje, ndjes. Se që parë po më thoje mua. Ndjes. Nëse di që me zi pret. Ka. Dërgoni ato që janë të prodhuar nga ata për llogaritë e ati. Nuk e di domethënë, nuk e di. Kjo është gjetje. Kjo e sot më është gjetje vëlla. Kam po gjetje më. Lene, nuk vazhdojmë, mbyllet emisioni. Dërgoni ato që janë të prodhuar nga ata për llogaritë e ati. E dini juve? Nuk ka birë nëne, jo Mossad ma kapi kodin, po. Po ma kapin as ta kodin. Tani vazhdojmë. Tani koncepti im është ky. Ka dy agjenda. Pa. Dy komandantë, dy ushtri. Pa. Në Shqipëri kemi të bëjmë me një fakt që është tashmë publik. Izraeli sot ka ministër të mbrojtjes, koordinatorin e Ron Xhefet, që është njëri i shërbimit inteligjente izraelite, i cili ka marrë dhurat nga Rama, të gjithë pasurinë e krijuar ushtarake në Shqipëri, dhurat nga Turqia dhe ja ka dhënë kësaj kompanie. Pra ka vjedhur gjithë investimin për Shqipërinë të Turqisë, ushtarak, dhe ka kaluar një kompanie të shërbimit inteligjente izraelite. Pa djenin e Turqisë? Turqia ka shpall luftë Shqipërisë në aspektin politik me Erdi Ramën. Erdogan, Rama sot janë armiq, sepse Rama është djali i prankprishës. Është evlati, si thonë këta djalit. Po, evlati. Evlati i prankprishës i Erdoganit. Për si ka thënë mamica Skënderbeu bush. Tani, kur ta kuptojnë se ai ndriçuar është Rama avokat. Unë mendoj që është një mediokër i rrethuar nga njerëz të ndriçuar. Beso mo, jo këta që shefti. Janë gjithë flasin që tuaja. As jo shqip asnjëri. E dyta, kemi të bëjmë me ministrin të brendshëm. Njeriu që falsifikoi gjithë dhënat e kokainës për llogaritë Sorosit në vitin 2014-2016 në gjitha raportet ndërkombëtare në anglisht, kur Shqipëria u bë pjesë e kokainës. Pra, ishte kokaina, ai filloi ta reduktoi, ndërkohë që u shumë fishu. Njeri i fondacionit Soros, karriera e tij fillon dhe mbaron me fjalën Soros. Ministri i brendshëm apo jo? 3. Ministër Besford Lamallari. Lamallari. Ministri i drejtësisë, një pastor sionist promotor i Shtetit Bektashi, që është projekti i shërbimit inteligjente izraelite. Ky Toni Gogu. 4. Kemi ministër të jashtëm. 3 si 4. Kemi ministër të jashtëm. I thash 3 më. 2. Brendshëm, mbrojtjes, drejtësisë. Po të mbrojtjes kush? I mbrojtjes kush ishte? Koordinatori Ron Xhefet. Ron Xhefet. 4. Ministrin e jashtëm. Një Shabat Goim në OKB, e ku do tjetër, në Këshillin e Sigurimit ku do shti, në shërbim
të interesave totalisht siç i ka dash, kur i ka dash siç janë dash Izraelit. Pra, kemi të bëjmë me një qeveri që punon për ta. Ma kuptove logjikën. Dhe jo më kot i kanë marrë. Të gjithë me konsensus të asaj që është në pritje të burgut, nëse do e fusin. E cila tregon Belës? kanë lidhje me Belën gjysmë këtu. Fort. Janë pjesë e këtij networku. Problemi është që Bela sa më shumë vazhdon lufta, aq më pak arrestohet. Po. Kurse Rama aq më pak jetohet. Më kuptove logjikën. Ai luftin mban gjallë. Pra kush janë pala interesuar? Shqipëria, politika. Politika shqiptare. Vazhdojmë. Logjika ime bazohet tek pyetja kush përfiton dhe kush humbet. Dhe në të gjitha logjikat që ne të trajtojmë, një akt terrori kundër Shqipërisë ka vetëm një humbës. Populli jon. Ka vetëm një fitues. Ata që na kemi pushtet. Kush është relatë e tyre të vetëm botë për këtë gjë? Ata. Vetëm Izrael. Ata. Ato. Ai. Ajo. Të lutem avokat, ma kupto çik gjuan dhe mua apo Ta kuptoj, po me ikën mua. Ma kupto dhe mua çik gjuan. Është më bukur kështu se edhe qeshim, ma kupton. 3 ditë 6 orë gjumë. Vazhdojmë. Gjithë logjika e gjithë sa historie është që ngado që ta rrotullojmë ne, ngado që të dumde, ne sot kemi treguar që panorama e gjithë ngjarjeve ka vetëm një autor. Është Edi Rama, që krijon të gjithë të lloj realiteti, i cili është fitimtari i madh nëse do ndodh. Pra, mban mend me tërmetin ti, Rama viktima më e madhe në Europë, $2 miliardë. Dhe ambasadori amerikan në atë kohë bëri një akt nga më të ndyrët, që mashtroi gjithë donatorët e botës, sikur kjo do krijonte një buxhet nga Amerika për të monitoruar transparencën e parave. Do bënte Akademinë e Transparencës. Emrat i gjejnë bukur, ç'është vërtet. Akademia e Transparencës. Ndërkohë që ai fond u zhduk. Pra i thanë gjithëve, hajde hidhni lek Ramës, se do i garantojmë ne që s'do vidhe. Dhe unë i kam paret për ta bërë kontrollin. Ikën gjithë, u zhdukën. Erdhën, u vodhën, u grinë, s'u mor vesh asnjë gjë. Kjo u bën emër të Amerikës na. Pra, duhet kuptojmë një gjë. Rama vërtet në atë kohë psoi tërmes Shqipëria, po ai ishte fitimtari, ne ishim humbësit. Po. Edhe në këtë rast. Ky është Rama fitimtari. Nëse bëhet luftë atje. Nëse vazhdon lufta atje. E lemë nëse Shqipëria përfshihet në luftë. Jo, ne jemi përfshirë në luftë. Jo, akoma. Ja. Jemi përfshirë për aq kohë sa kem bërë rezolutën e avokatëve. Bëj çfarë dush, lufta është luftë. Luftë do thotë veprime ushtarake për kace. Po. Rama është njeriu që e var fijen e jetës ti, garancisë jetës ti, sigurisë ti, mbijetesës ti vetëm në qoftë se kjo luftë prodhon përfshirjen e Shqipërisë brenda. Sepse ai pastaj mbrohet drejt për drejt nga Amerika, dhe nuk ka asnjë kuptim të diskutoj kush më spakra gjëra të tilla, se lloj. Pasi ai është një viktim e sulmit iranian. Po mirë, këta amerikanët që kanë krijuar perandurinë nga më të fuqishmet në botë, bien prej një debili funksional. Jo, është e kundërta. Apo është thjesht projekt? Jo, është e kundërta. Ka një natyrë sjellje të çdo shtet. Nëse unë jam në paqe, kam të drejtë abuzoj. Po. Nëse jam në luftë, nuk mund të kem zgjedhje. Quhet aleat kushdo. Po. Amerika është e braktisur nga aleatët? Po. A konsiderohet Shqipëria aleat? Po. Nëse Shqipëria është aleat, më fal, po si do e erxojmë Ramën e ta fusim ke Spaku? Do ja heqim gjobën e Spakut, apo ja? Po. Parime nuk ka të bëjë me Amerikën, ka të bëjë me mënyrën si funksionon një shtet. Që do të Rama shpëton menjëherë nëse Shqipëria përfshihet në një akt terrori nga Irani në Shqipëri. Shpëton menjëherë. Pra, po ta shofësh. I kërkojmë gardës revolucionare, ju lutem, çojeni, përktheheni, bëni çfarë doni. Ju lutem mos na sulmoni. Jo se kemi frikë te teknologjia juaj, paçka se un uroj që po e patët sulmin, ngatroni koordinatat dhe na i dërgojnë çunat koordinatat. E ke pa hartën? Çka kanë bërë shqiptarët? E kam parë. Surreli quhet Mans. Mund të hapim në një referendum që ta quajmë Mans Surrelin për 24 orë, vetëm na lajmëroni para se të godisni. Dhe mos na godisni se na e bot peshqesh të halen, o vlla. Pra duke na godit ne, thoj ti, na keni fut më keq.
Edhe vetes dhe neve. Edhe thënë, po ti kaq idiotë di për prandorin perse 3000 vjeçare që ngelon të ma thush ti, po ne di tha se bëj. Vlla, unë ja u them, Habibi, unë ja u them Qa Habibi më janë persa ata oti. Faleminderit Andrea. Gjëse do hajmë ne pastaj për kësaj që i the. Kujti thua shumë. Mos fal flak. Na bëj gati. Si thon persisht Andrea, si thon persisht. Ja, ma ata që egzagjerove. Vlezërit e mi iranian dhe kudo që jeni, ju lutem. Na dërgoni në Bitcoin tu te qeja. Te qeja e rublës ujnore. Ose juan, nuk ka si lloj problemi. Te qeja e juanit ujnor, nuk ka si lloj problemi. Dhe ju lutem mos ta godisni ose po goditet, siguroni që manzat quhet Surreli, edhe i jepeni atje kur t'jet vetëm. Atje kur trit vetëm që pikturon, shikon në i gjokë kështu bën një skulpturë në i gjokë. Bjerini se na e bot peshesh 16 vjetë, nuk durohet 16 vjetë më. E duroni jove Ali Kamenena, se në fund ditës se u ka thënë jam unë, do bëni çfarë them unë, kurse ky nginjen veten e vet në pasqyrë, na qëndroi këtu 16 vjetë, edhe ju sulmon juve se keni Ayatollah, ne kemi Ramatollahun. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi, është më i keq ky joni. I dini vetë juve. Kalim të shike tema boll gallat. Është shumë e rëndësishme shpend që ne dhe këtë komunikim që po bëjmë sot, të japim një mesazh shumë të rëndësishëm. Pse s'u duk serioze ty kjo që tamam, e them seriozitetin e them me gallato avokatse. Ishte gallat, Të po. marrin seriozisht Ishte njerëzit. gallat, po. Jam çik më i vjetër se ty. Ishte gallat, duhet të jetë gallat, okay. Duhet të jetë gallat. Ne duhet të argumentojmë para publikut dhe ta shpërndajmë të informacion që njeriu që fiton më shumë në botë dhe shpëton quhet Edi Rama. Në qoftë të ndodhte një gjë e tillë. Çka prodhon edhe shkakun dhe pasojën. Po. Që do thot Edi Rani e kupton, që do favorizonte njëri si Rama. Po. Edhe në të gjithë e dim që kur të ndodhi, nëse kanë vendosur me e bë, ka vetëm një autor, quhet Edi Rama. Sepse çfarë janë këto? Mossadra, Izraelitra, e ato, ata, ato e tjerë, ato shfrytëzojnë rastin që u krijohet nga ky person. Se askuj si bën me bokë gjonash, po mos ketë ky pozicionin e interesit që të krijojë kushtet e nevojshme se s'ka lut me njëri me bëj gjë që si puna zreq. Pra ne sot kemi zbuluar terroristin më të madh në historinë e Shqipërisë, pasi ky është një vend që s'ka ndodhur kur akt të terrori, ne e dim këtë gjë, dhe ky quhet Edi Rama. Pra në qoftë se kemi të bëjmë me një akt terrori dhe me një terrorist, akti i terrorit e ka emrin mbrojtja e Edi Ramës për të shpëtuar nga kurthi juridik, politik, ndërkombëtar që është krijuar ku Spaku është autori, dhe emri i tij terroristi quhet Edi Rama. Ky është mesazhi im i diskutimit tim, nëse mund të ndodhte në Shqipëri ndonjëherë ndonjë false flag terrori, sepse ka autor, ka dhe përfitues, ka dhe humbës. Humbës janë dhe Irani, edhe Shqipëria dhe gjithë tjerët përveç Ramës, dhe në këtë rast nuk e di se si, se qysh se tek Izraeli. Ata. Jo, në këtë rast ka të bëjë me aspekte ushtarake të pozicionit të shteteve. Kjo nuk ka të bëjë me shërbime. Ka që kishte logjikën. Ky është teza ime e. Kjo është teza jota. Tani do të bëjmë ca pyetje, po do ndërpresësh. Me nget madhe. Kështu si thot Joni Fiti Kavaja, Gasho futi një reklam sa të shkoj të blenja 2 bira, Dëgjoj. që ndërkohë mos tumbase mas E fusim atë këngën se i fusim sigare shpejt dhe ne. Ça këngë? Atë më që promptit më që futën. Po 2 minuta më. Ë? Po vetë 2 herë. Dëgjoj, bëjmë një pushim me një këngë që të fillojmë me pyetjet. Shumë bukur, shumë bukur.